Zonja dhe zotri, mirëmbrëma, mirë se po ritakojmë edhe sonte në transmetimet tona të drejtë për drejta, mirë se vini në debatin e mbrëmjes në A2 CNN. Debati sonte praktikisht vendoset në Kosovë, ku lëvizja vetëvendosje, e cila doli partia e parë në zgjedhje të shkurtit, duke se ka pranuar publikisht se qeverinë e re nuk e bën dot vetëm me partitë e minoritetit jo serb, siç edhe zotoi. Albin Kurti dërgoi kreut të LDK-s ftesën e parë për bisedime, por Lumir Abdigjiku e refuzoi dhe kujtoi sharjet e ofendimet e bëra nga vetëvendosja në adresë të partisë që e drejton. Pritet që ftesa e Albin Kurtit tashmë të shkojë edhe me Emri Krasniqi të PDK-s, partia e cila doli e dyta në këtë zgjedhje. Më herët u përfoli edhe skenari i bashkëpunimit të mundshëm të Kurtit me Fatmir Limajn, i cili ka 3 deputet, ndërsa në lojë është jo vetëm kush do të jetë kryeministri i ri, por edhe kryeparlamentari dhe president pas një viti, kur Vjosa Osmanit praktikisht i mbaron mandati. Me kë do e bëj Kurti qeverinë e re? A e lëshon vetëvendosje postin e kryeministrit kësaj radhe? Cili është pakti për presidentin e ri vitin e ardhshëm dhe sa shanse ka që Kosova të shkojë sërish në zgjedhje në pamundësi të qeverisë së re. Shumë pikë pyetje ngrihen tashmë, sidomos në këto momente kur jemi pothuajse një javë para rezultateve që do duhet të jenë finale para konstituimit të mundshëm parlamentit, kështu që diskutojmë me panelistët tanë sonte. Nga Prishtina në komunikim virtual na bashkohet zoti Muhamet Hairullahu, editori i Telegrafit në Prishtinë. Zoti Hairullahu, mirëmbrëma, mirë se vini në debat. Mirëmbrëma, Alba. Faleminderit që jeni pjesë e jona sonte. Në panel tashmë kemi zonjën Esmeralda Mule, gazetare Euronews Albania, mirëmbrëma dhe mirë se vini. Zoti Arben Çeku, diplomat ish ambasador, njohës shumë i mirë realitetin në Kosovë. Mirëmbrëma, faleminderit që jeni këtu sonte, dhe analisti ynë zoti Ben Andoni, faleminderit që jeni pjesë e debatit. Sigurisht që më takon debatin e sonte të nis me komunikimin ton virtual me Prishtinën dhe zotin Hairullahu, i cili do të na thotë se cilat janë zhvillimet dhe lëvizjet e fundit se andejmi. Duke se është pak kaotike skena, negociatat kanë filluar, megjithatë nuk ka asnjë sinjal dhe asnjë indikacion pozitiv prej tyre, ndonse disa skenare qarkulluan. Cili është i fundit që është dëgjuar dhe që ka më shumë efekt besueshmërie edhe për publikun? Atëherë, faleminderit shumë për këtë bashkëbisedim. Nesër 9 prill zona Lishani bën realisht 2 muaj kur ne mbajtëm zgjedhjen në shkort dhe ende jemi në situatën e diskutimit se kush do të formojë qeverinë e re, cila do të jetë ajo, cila do të jetë përbërja. Ju e thatë me të drejtë dhe e keni përcjell në vazhdimsi si media, si A2 CNN, këto zhvillimet e fundit sa i përket edhe le të themi asaj që Lidhja Demokratike i tha një jo të madhe zotit Kurti për një bashkim të mundshëm apo një diskutim të mundshëm për qeverisjen e re. Tashmë pak a shumë janë le të themi 2 apo 3 skenarët realisht ma të mundshëm që mund të ndodhen. Edhe shumë shkurtimisht do t'i përmend, pra ajo është që dihet se lëvizja vetëvendosje si parti fituese do të ketë le të themi mandatin për të krijuar qeverinë si parti fituese. Dhe çfarë tashmë dihet është që lëvizja vetëvendosje mund të ketë një qeveri me pakicat plus vota në Nadrashiqit dhe 3 votat e Partisë Socialdemokrate të zotit Fatmir Limaj. Kjo qeveri, këta numra nuk janë stabil dhe kjo qeveri do të mbetet deri në prillin e vitit 2026. Kjo është opcioni i parë. Opcioni i dytë që tashmë ka mbet është lëvizja vetëvendosje dhe Partia Demokratike. Kjo ka numra, ka stabilitet, e zgjidh çështjen e presidentit dhe shkon tutje. Dhe e treta që diskutohet natyrisht është ajo që një qeveri pa lëvizje vetëvendosje. Kjo mund të ndodhë në një situatë kur zoti Kurti nuk i ka numrat dhe tërhiqet. Pra, pa tërheqjen e zotit Kurti dhe lëvizjes vetëvendosje nuk mund të shkohet te opcioni i tretë, edhe për faktin që dihet me kushtetutën e Kosovës, me ligjet ekzistuese, kryetari i kuvendit i takon partisë më të madhe që merr votat që i bie lëvizjes vetëvendosje në çdo variant. Pra lëvizja vetëvendosje, nëse mbetet në opozitë, edhe nëse udhëheq gjithashtu qeverinë, kryetari i kuvendit sipas gjykatës kushtetuese të Kosovës i takon lëvizjes vetëvendosje. Pra realisht këto janë 2-3 opsionet Alba në këtë situatë që ne po flasim prej asaj që ka ndodhur dje, dhe realisht tashmë është pak e paqartë situata. Pse po e them pak e paqartë? Ju e dini ato kurzimet e disa deputetëve të komunitetit jo serb, pra është fjala për zonën Duda Bale, që vjen nga komuniteti Bosnjak, është fjala për zotin Adem Hoxha nga komuniteti Goran,
Dhe është fjala për zotin Veton Berisha nga komuniteti egjiptian. Ishte paramenduar që me 3 votat e nismës socialdemokrate, qeveria Kurti të ketë 61-62 deputet deri në një afat tjetër kur mund të kemi zgjedhje të reja, deri në çështjen e presidentit, pra themi. Por me kurrëzime tashmë publike të zonës Duda Bale me disa kushte për cilat unë do të flas pak më vonë, ndoshta te pjesa tjetër, pse mendoj që nuk janë të drejta këto kurrëzime dhe kurrëzime tjera, kjo i bie që zoti Kurti e ka parë që nuk ka stabilitet në këta numra dhe ishte ajo letra me Lidhjen Demokratike e Kosovës që u refuzua nga zoti Abdiqiko. Tudej Rollau, besoj se ky sinjali i cili i tha zotit Kurti me sa duket që tashmë pakicat dhe minoritetet i kanë çuar ambicjet në disproporcion me parashikimet kushtetuese e detyruan atë të çojë edhe letrën e parë për negocim me Lidhjen Demokratike të Kosovës, për cilin do të diskutojmë më gjatë. Por më shpjegoni, a është e vërtetë që ambicjet e tyre janë disproporcionale? Pra, praktikisht Kushtetuta e Republikës së Kosovës në informacionin tim jep 3 ministri për pakicat jo serbe, në këtë rast minoritetet, bashkë me ministri që i përkon edhe serbëve në këtë rast. Ky është totali i ministrive të parashikuara. Kërkesat e tyre shkojnë përtej këtij objektivi? Realisht po. Le të themi kështu pak për me specifiku për publikun në misionin tuaj. Për shembull, kërkesa zonjës Duda Bale, e cila vjen nga komuniteti bosnjak, në kuvendin e Kosovës janë zgjedhur 3 deputet, është Emilia Regjepi që është zëvendës kryeministre në detyrë, një deputet tjetër dhe zonja Duda Bale. Ajo që dihet tashmë në Ballkan, të gjitha partitë politike, edhe nëse janë të një komuniteti, kanë ambicje të ndryshme, kanë problematike të ndryshme, kanë mospajtime të ndryshme. Pra zonja Duda Bale ka ardhur me një kërkesë që realisht nuk mund t'ia premtoj zoti Kurti e asnjë Albin Kurti tjetër jashtëm që do ta formojë qeverinë e Kosovës. Se po e them këtë. Ajo po kërkon një komunë me të drejtë, mund të jetë legjitime, një komunë të komunitetit bosnjak, komuna e Reçanit që ata i thonë në zonën ku jetojnë. Kjo është kërkesë, nuk është e re, është në vazhdimsi gjatë viteve, unë kam përcjellur zhvillimet e brendshme gjatë dhe është kërkesë që vjen kështu një herë në 4 vjet. Pra, por për të votuar një komunë e re në Kosovë të ketë, atër duhet të votohet përmes procedurave 2/3 të votave. Pra nuk mundet jo Albin Kurti, Lumir Abdiqiko, Memli Krasiqi, nuk mund ta le të themi ta thotë që po do ta kemi, kur në fund votat në kuvendin e Kosovës duhet të jenë për të siguruar që kjo komunë të kalojë. Dhe kjo kërkesë momentale është e padrejtë. Pra zonja Duda Bale, me gjithë respektin që unë mund të kam për komunitetin bosnjak, kjo është një lloj kushti i pa parapar në këtë moment, sepse nuk mund të realizohet, pra, po themi sipas ligjeve ekzistuese, mund të ketë një po politike, por në fund kuvendi i Kosovës është ai që miraton një komunë të re. E para, e dyta, është zoti Adem Hoxha, i cili vjen nga komuniteti Goran, po besoj ju e dini dhe keni diskutuar edhe gjatë ditëve dhe javëve të kaluara. Ai ka qenë pak a shumë, le të themi, ka një afërsi me deputetët e listës serbe në Kosovë. Madje ka qenë edhe në grupin parlamentar. Dhe zoti Adem Hoxha është parë si dikush që mund të kontrollohet nga lista serbe, nga Beogradi, këto trysni që përmendën tash së fundi, se mund të ketë dorë edhe Milan Radojqiqi, etj. Dhe këto kurrëzime momentalisht në këtë situatë nuk janë të shëndoshta për asnjë qeveri që mund të vijë, sepse ajo qeveri mund të votohet me 61 vota, le të themi në mënyrën më të mirë të mundshme, mirë po, pastaj do të ketë kurrëzime, do të dorëzohet pas 2 muajsh, sepse ajo vota diskutabile do të ketë, le të themi, kërkesa specifika dhe mundësi të mira. Dhe unë e shoh këtë si rrezik potenciale dhe po besoj që zoti Glauk Konjufca, përmendet jo Alba me shumë të drejtë. Zoti Glauk Konjufca e tha me kështu në mënyrën më të sinqertë që unë s'e kam dëgjuar deri tash nga njerëzit e lëvizjes dhe vendosjes. E tha, ne u zgjuam në një mëngjes të mirë pas zgjedhjeve dhe pam që nuk i kishim numrat. Dhe tashmë zoti Konjufca e tha që ose do ta kemi një qeveri e cila do të jetë me 61-62 deputet deri në zgjedhjen e presidentit, ose do të kemi një qeveri pak që siguron stabilitet. Këtu bie Lumir Abdiqiko dhe Lidhja Demokratike me lëvizjen vendosje, pra ky opsion nuk ekziston më në tavolinë, ne nuk mund ta dimë çfarë do ndodhë gjatë ditëve të ardhshme, mirë po unë po flas
deri sonte. Pra këto kurzimet mendoj që janë shumë problematike në këtë situatë dhe Kosova, dua ta përfundoj me këtë Alba, Kosova, partitë politike, liderët e partive politike është jashtëzakonisht keq nëse e sjellen vetën në një situatë ku në kuvendin e Kosovës janë 100 deputet shqiptar e 20 minoritetet dhe këta nuk mund ta gjejnë një gjuhë të përbashkët në të gjitha këto probleme të cilat i ka Kosova, në të gjitha këto probleme gjeopolitike dhe këta për inate personale tek të ndryshme e rrezikojnë le të themi edhe stabilitetin politik dhe institucional në Kosovë. Me sa duket kjo tashmë ka ndodhur dhe situata e varësisë ku janë, ndoshta ka thirrur edhe ndërgjegjen e kurtit, por le të shohim se cilat do të jenë lëvizjet e ardhshme. Sot Erullau do të kthejmë tek ju nëse do të kenë nevojën e ndërhyrjes, qëndroni aty dhe do ta merrni linjën, po e marrë dhe idenë e parë të panelit. Sot Çeku, negocime, bisedime, por asnjë rezultat, ndërkohë që ka vetëm një javë kohë për të shkuar drejt asaj që do duhet ishte para konstituimit të Parlamentit të ri të Kosovës. Cilat janë shpresat për një koalicion me pakizat jo serbe në idenë tuaj, siç e kishte paralajmëruar Kurti, dhe një partner të dytë që a priori duket se ka gjetur ndonse nuk është publik apo sërish zgjedhjet e parakohshme? Mendoj që kriza politike që doli pas zgjedhjeve më e madhe se ajo që ishte para zgjedhjeve, mungesa e besimit mes palëve është më e thelluar dhe pavarësisht konjunkturave dhe deklaratave që bëhen për korridora apo dhe nëpër media, ende nuk ka një pamje të qartë se si do të zgjidhet kjo krizë, sepse nga krizë politike unë shoh që ka kaluar si krizë institucionale dhe që ka disa komponent në mes. Nuk është thjesht krijimi një shumice për qeverinë, sepse këtu lidhet edhe fati i zgjedhjeve lokale, pra kush me kë do bëj koalicion tani do duket qartë se çfarë koalicionesh lokale do kemi. E dyta ishte kjo, e treta është çështja e presidentit që është për vitin e ardhshëm, por që në një koalicion që mendohet të ketë një shumicë të konsoliduar 4 vjeçare, patjetër që duhet përfshihet edhe posti i presidentit në këtë çështje dhe sigurisht edhe kreu i kuvendit. Pra janë presidenti, janë zgjedhjet lokale, është qeveria, është edhe kryetari i parlamentit. Pra të gjitha këto institucione në një farë mënyre ndërthuren me njëra tjetrën në interes të partive politike dhe të grupacioneve të caktuara. Zoti Erullau bëri një pasqyrë të gjerë të gjithë interesave të komuniteteve jo serbe, por që për shkak të themi të pangopsisë politike ose ambicjes për të patur gjitha pushtetet dhe për të manipuluar në kurriz të votës qytetare, i është dhënë shumë hapësirë këtyre partive jo serbe, të cilat vinë me kërkesa të rritura. Gjithë secili ka kuptuar që zoti Kurti është në krizë dhe vetvendosja nuk arrin dot të krijojë një shumicë të qëndrueshme. Personalisht ende nuk shoh një dritë në fund të tunelit për shkak se të gjitha palët kanë kërkesat e tyre dhe kanë vendosur barriera shumë të forta dhe e din që ballafaqimi në zgjedhjet lokale pas disa muajsh do të jetë akoma më i fortë. Edhe ka dhe një precedent që e ndihmon këtë krizë. Është precedenti i zgjedhjeve të vitit 2014 ku nga 8 qershori kur u bën zgjedhjet parlamentare, partitë politike me manovrat e tyre shkuan deri me 8 tetor. Pra morën shumë kohë dhe tani duket që ndoshta edhe vetë zoti Kurti është interesuar që të luaj me kohën, të luaj me partitë politike. Ka një paradoks me fillimin e negociatave. Në fakt, ambasador Çeku, meqense ju folët për çështjen e kohës dhe blerjen e kohës në këtë rast duke mbajtur pezull situatën, ka disa vakume në Kushtetutën e Republikës Kosovës që duket si e japin këtë luks Kurtit këtë herë. Jo plotësisht, por gjithsesi ai ka disa hapësira për të manovruar. Për shembull, po marrim lëvizjen e tij taktike politike. Nëse duhet nisi nga partia më e vogël shqiptare, ai do ta fillonte nga AK dhe Nisma për të biseduar, për t'i dërguar një ftesë. Dhe pastaj shkonte tek partia numër 2, tek LDK dhe pastaj tek PDK që është partia më e madhe. Ose nëse do niste nga partia më e madhe për të shkuar tek më e vogla, gjithmonë do të kishte një rend. Kjo lloj lëvizje që ka bërë ai është një lëvizje për të krijuar përçarje dhe mund ta them këtu që PDK-ja mund t'i afrohet me 2 kushte. E para, për të përdorur këtë mazhorancë të re parlamentare për të zhbërë gjykatën e Hagës dhe e dyta për ta përdorur presidentin e ri
si një mundësi, si një kartë për të shfrytzuar kompetencat presidenciale për të liruar të dënuarit e mundshëm të Hagës. Që nëse Kurti do të kishte gatishmëri për t'u dhënë postën e presidentit opozitës. Dhe në këtë rast po flasim për dy partitë të mëdha, PDK dhe LDK apo jo? Po flas për PDK. LDK në një farë mënyrë ka bërë qartë që nuk do të jetë pjesë. Pse ju besoni se ajo është fjala finale e LDK-s apo ndoshta ishte alibia e parë e Abdigjikut për të qëndruar në korrektesën e tij parimore për fjalën që ka thënë gjatë fushatës? LDK-ja edhe kështu ka një krizë të brendshme besimi dhe leadershipi që duhet ta zgjidhë me veten e vet dhe nuk është në kushtet për të shkuar në prehrin e Kurtit, që do të ishte në një farë mënyrë një lloj asfiksie dhe nuk do të sillte asgjë të re për LDK-n. Do t'i krijonte një mbijetesë momentale dhe do të ndihmonte për të ushqyer disa grupe interesi pranë LDK-s, por nuk do ta shpëtonte LDK si parti, do ta zvoglonte akoma më shumë. Mendoj se LDK ka nevojë tani për të hyrë në një fazë reformimi, për të përgatitur për zgjedhjet lokale dhe për të bërë vërtet ajo partia që pretendojnë të jetë partia e Ibrahim Bugovës. Kështu që me sa duket rrudhja e brendshme e ka bërë të kompleksuar dhe në negocimin e madh të jashtëm. Kurse PDK-ja ka dhënë disa sinjale jo të qarta që nuk ka vija të kuqe, por vijat e këtyre të kuqe janë të kuptueshme. Pra, nëse ata do të marrin presidencën me kushtin që presidenti të përdor kompetencat për të falur të dënuar, ose edhe për të përdorur shumicën parlamentare për të bërë gjykatën. Kjo gjithmonë nëse vijat e kuqe para tyre nuk i ka shkelur Fatmir Limaj. Zoe Mule, në gjykimin dhe leximin tuaj nga ana pragmatike, cila është predispozita që Kurti të investohet në këto tre skenare që ne përmendëm? Cila është më i mundshme, se duket nuk flasim më as për politikë, as për parime dhe as për ideologji mes forcave politike? Unë nuk besoj se asnjëri nga tre subjektet, as Partia Demokratike e Kosovës, LDK-ja i tha jo, as AK-ja do t'i thonë po. Albin Kurtit. Kam përshtypjen do ta lënë të zvarritet aq sa ç'mund të zvarritet deri në momentin që ai do tërhiqet nga krijimi i qeverisë dhe mandati do t'i kalojë Partisë Demokratike të Kosovës. Tani pyetja ime më njëhershme është, duke e njohur karakterialisht por edhe si leadership ju shumë mirë Albin Kurtin, a besoni që një Albin Kurt me një për 28 mandatesh kësaj radhe do t'ia lërë këtë shans për te zvarritjes mundësinë e krijimit të një qeverie nga opozita? Ju e dini, ka qenë një Albin Kurt me 10 mandate i cili ka destabilizuar të gjithë skakierën politike në Kosovë. Është, por e para, ky nuk është Albin Kurti që ishte pa provuar një herë në qeveri. Është një Albin Kurti që e kemi provuar në qeveri dhe qytetarët e dinë se kush është Albin Kurti. Është një Albin Kurti që kishte një marrëdhënie të tensionuar dhe problematike me të gjithë partnerët euro-amerikanë. Pra, Kosovë gjithmonë i kanë zgjidhur këto momente krize të huajt. Në këtë moment, asnjë nga të huajt nuk do të hyjë për ta zgjidhur këtë moment krize të Albin Kurtit. Jo, mos ka aktor të gatshëm të cilët nuk e lënë të zvarriten. Pra, praktikisht flitet për një marrëveshje e cila informalisht ekziston. Me Fatmir Limajn, por nga ana tjetër nuk ka pakicat, sepse që të arrijë qeverinë me Limajn, ai duhet të ketë 10 mandatet e pakicave jo serbe, 1 të Nenad Rashić dhe 3 të Fatmir Limajt. Por ky tani, ato 3 të Fatmir Limajt kanë zbritur nga 3 të pakicave që nuk i ka. 3 që i dim ne deri tani, mund të jenë edhe të tjerë që nuk i ka. Ose 3 prej kërkesave të cilat duket se nuk i plotson dot. Kam përshtypjen se ato kërkesat janë fiktive, nuk është se janë realiste për të mos u futur, është thjesht justifikimi se ata nuk do të shkojnë me zotin Kurti, dhe unë kam besimin që ka një dorë tjetër, nuk është as Serbia dhe Kurti e di shumë mirë këtë, po ka një dorë tjetër që po lëviz aty që Albin Kurti mos ta bëjë këtë qeverinë. Po lëviz mes minoriteteve dhe pakicave jo serbe, thoni ju. Sigurisht. Dhe është ajo dorë që nesër, nëse opozita do bëhet bashk, do t'i sjell në votim edhe pakicat serbe edhe jo serbe. Pra në idenë tuaj një qeveri e mundshme opozitës është ajo çfarë potencialisht shihet? Unë mendoj që ajo është potencialisht çfarë shihet dhe çfarë është më e realizueshmja. Dhe nëse PDK-ja mund të merr mandatin për të krijuar qeverinë, nuk mendoj se mund të përjashtohet që PDK-ja t'i ofroj Kurtit më pas që të bashkëqeverisin, me kushtin që kryeministrin do ta ketë PDK-ja dhe mund të zgjidh edhe ekuacionin e presidentit, duke siguruar më pas edhe vota tjera, apo do të jetë timonieri i parë, do të jetë Partia Demokratike e Kosovës. Pra ftesa do të vinte në invers, megjithëse kur bëhet fjalë për postën e kryeministit, sikletet shtohen apo jo? Shtohen sikletet, por zoti Kurti, siç është, kam përshtypjen pak në atë
inati e mbytët nuk e le të bëhet dot politikan, se politikani nuk mund të udhhiqet nga inati, edhe po ta shikosh që ditën që ai fitoi zgjedhjet, por nuk fitoi mjaftueshëm për ta bëri vetëm qeverinë, dhe këtë e dinë çdo njeri, jo ai që i ka pas matematikën në tavolinë. Ai u soll shumë në mënyrë shumë harbuçe me opozitën. Ti me një partner që nesër mund të duhet të shtrish dorën, ti nuk mund të sidhesh ashtu. Nuk mund të etiketosh si hajvan për shembull në datën kur ti more praktikisht rezultatin. Atë çfarë i ktheu Reston në letër Lumira Abdixhiku, dhe për mua ka bërë me shumë të drejtë. Rikthimi i asaj letre ashtu ishte shumë e mirë, ishte një nga aktet më të mira që ka bërë zotja Abdixhiku. Megjithëse un kam edhe një pyetje për etiketën, por do t'u shtroj më vonë sepse është pak më shumë konspiracion se sa realitet. E kuptoj, por ai bëri shumë mirë, dhe si mundet sot, dhe jo vetëm kjo, sepse mund ta tejkalonte atë moment dhe të fillonte dhe të ftonte, po të fillonte nga partitë kryesore të ftonte, jo pasi dështove me pakicat, që unë e dyshoj shumë edhe ato teorinë konspirative që i bëri presion Beogradi këtyre që hajde mos hyni në koalicion me zotin Kurti, pasi ky takoi pakicat dhe i than kush vjen dhe kush nuk vjen, pastaj bëri ato mbledhjen e Këshillit të Sigurisë dhe na doli me njoftimin se këta që kanë shantazhuar nga Serbia, ndërkohë që ti na ke thënë që Serbia aty as nuk shantazhon, as nuk bën dot asgjë, kemi vendosur rend, ligj, siguri në çdo cep të territorit, jo të shantazhoj deputetët mos vinë në qeveri me ty. Ka praktikisht është kontradiktore me zotimet e tua vet. Ishte me zotimet, po ishte edhe një skenë e gatuar keq, kam përshtypjen që tani unë nuk po vë dorën zjarr që nuk është e vërtet kjo gjë, po mënyra se si erdhi, kur erdhi dhe momentin që u bë publike, le shumë për të dëshiruar. Dhe pasi ti dështove, pra nuk sigurove 10 votat e minoriteteve, u kujtove se na qenë ka dhe një parti tjetër që është Lidhja Demokratike e Kosovës, dhe ja çove Lidhjes Demokratike të Kosovës pikrisht në momentin që ajo ka një problem të brendshëm të saj. Dhe në fakt sinqeriteti i këtij ftese bëhet i diskutueshëm, por do ta shohim pas pak se duhet marrë dhe idenë e parë zotit Andoni. Zoti Andoni, deri në 15 prill, sa janë gjasat që vetvendosja t'ia dalë të bëjë numrat? Jo, është shumë e vështirë. Është shumë e vështirë dhe do të shtoj kam kokë një pjesë tjetër në fakt që më duket më logjike. Është shumë vështirë të marrësh Kosovën në këto moment. Dhe nuk është në kënaqësi të marrësh Kosovën. Ka të drejtë Esmeralda për këtë që thotë që partitë e tjera duan ta lodhin vetvendosin. Kjo ka sens. Ka sens sepse e para e lanë që të konsumohet në pushtet, e dyta e lanë të konsumohet shumë edhe në këtë periudhën tranzitore. E para në atë që e besonte në aleancë me partitë e vogla, dhe dyta në projekcionin që kishte për të marrë dhe disa deputetë të tjerë. Por ka një pjesë teknike që po na shkalohet, që është pjesa më e rëndësishme që unë mendoj që do i luajë vetvendosin. Akti i pjesës kur shpallet kuvendi merret në dorë nga deputeti më i vjetër dhe deputeti më i ri. Në këtë moment caktohet kryetari, bëhet betime dhe tjera. Ky është momenti ku unë mendoj që do të luajë vetvendosjen. Ka mundësinë dhe ky është ngërçi kushtetues për cilën fola me zotin Çeku. Ka mundësinë që ta shtyj. Dhe ka mundësinë që ta shtyj e para për të qasur për afrimin e partive. PDK-s nuk i është afruar sepse PDK-ja ka vit kuqe. Vit kuqe është që Hamza të jetë kryeminist dhe asgjë tjetër. Hamza, ju e dini, ka folur në çdo moment si kryeminist i ardhshëm i Kosovës. Diçka që zoti Kurti mund ta çojë Kosovën në luftë se sa të lëri Bedri Hamza, kryeminist. Dhe ky është momenti që unë besoj që do veproj. Problemi është që kërkesat siç e tha me të drejtë kolegu i Kosovës, janë të rënda. Dhe kur janë të rënda nga një pakice pa përfillshme siç janë bosnjakët, të cilët nuk është vetëm se kanë kërkuar komunën e Zhupës, por ata kanë kërkuar dhe diçka tjetër, që në thonjza interesante. Në fakt kërkojnë ministri, kërkojnë dhe komunë. Jo, diçka tjetër, kanë kërkuar reformim të sistemit arsimor, futjen e shamis në shkollë. Kjo është kërkesë e komunitetit bosnjak. Është komunitetit, edhe zonjës Dude. Duda Balje. E ka një problem tjetër që ju e dini tashmë. Asociacionin mos sot, nesër, pas nesër, dikur do të bëhet i serbë.
merita e Kosovës, juarësia e njerëzve të saj dohet që t'i heqin atributet ekzekutive e tjera, por me këtë ushqim do veprojnë dhe minoritetet e tjera. Bosnjakët, turqit kanë. Pra me rritjen disproporcionale të ambicjeve që në fakt zvarrisin procesin e formimit të qeverisë. Absolutisht. Dhe ky është procesi tani që për mua është demokratik. Kosova po na tregon që është demokratik, edhe sistemi i tyre është demokratik. Tek e fundit kjo është demokracia. Vetëm që zoti Kurti, në mendimin tim, i mungon pjekuria politike. E para, në çdo moment duhet të sillesh me akt si kryeministër. Mund të kesh qenë rrugaç, mund të kesh qenë bandit, në momentin që vesh petkun e kryeministrit, je kryeministër. Një shembull, kreu tashi i Siris, ka qenë një nga emrat më të tmerrshëm të ISIS-it. Por sot është në krye të vendit dhe ka veshur një siluetë tjetër. Shikoni çfarë prezencë ka, mënyrën se si paraqitet. Nuk është rasti i zotit Kurti sepse është eloquent, është interesant. Por ka pasur veshjen për opozitari radikal dje. Por pjesa e etikës tek ai lë jashtëzakonisht shumë për dëshirë. Ai u tingëllon më shumë teknik se sa politik në të shumtën e kohës? Jo, është pjesa asaj që Kosova nga dita në ditë po i bashkohet Shqipërisë në zakone. E kjo është ajo që serbët nuk Kur thoni në zakone, po thoni që po e kopjon në skemat politike. Jo, e dini çfarë, Alba, është pjesa antropologjisë. Çfarëdo që të bëjmë, ne do imitojmë njëri tjetrin, do shkojmë tek njëri tjetri. Prandaj nëse keni parë, ju keni intervistuar zotin Kurti. Zoti Kurti gjithmonë më shumë ka marrë elementet autokratik të zotit Rama. Zoti Rama për shkak të fizikut, për shkak të kontakteve më të mëdha, për shkak të qenies së kryeministrit të Shqipërisë, për shkak se ka drejtuar dy institucione shumë të mëdha, siç ishte presidenca OSBE-s dhe një presidencë tjetër. Dhe i ka dhënë një lloj lirshmërie të themi që zoti Kurti nuk mund ta ketë akoma, por jam i sigurt që dhe zoti Kurti do të shkojë ke kjo. Me pak fjalë që ta përmbyll, askush nuk do tashmë që të ketë barën e kryeministrit të Kosovës, sepse problemet që ka Kosova në këtë moment që po flasim janë jashtëzakonisht mëdha. Askush nuk do para ma vijat e kuqe dhe lufta bëhet ende për postin e kryeministrit. Dhe kjo është ironia e këtij momenti. Është ironia, Alba, po keni parasysh probleme më madh në Kosovë, ju e dini, po prevalon probleme ekonomik. Dhe këto janë gjëra shumë të vogla që ata mbulohen pa aftësitë e tyre. Ju keni të drejtë, por do duhet të ishin. Nuk ngjasojnë të tilla për politikën. Sot Erullau, ju shoh që keni një ndërhyrje? Po, faleminderit shumë, e ndëgjova me shumë vëmendje mosafir tuaj të respektuar. Nëse më lejon për shkak të distancës, ta bëj fillimisht një analizë të asaj që diskutu edhe çfarë është duke ndodhur realisht, pastaj edhe një konstatim të gjendjes. Sigurisht po ju pres se ju jeni edhe më i saktë me informacionin dhe komunikim të drejtë për drejtë me terrenin dhe forcat politike atje. Po, pra, analiza është kështu që le ta themi për publikun, nuk e besoj që ju nuk e dini dhe nuk e keni diskutu, po gjithashtu përmendi Esmeralda për shembull te partitë opozitore. Gjithashtu Lidhja Demokratike e Kosovës ka poshtë një kusht. Pra kushti ka qenë që pa Lumir Abdizikun si kandidat për kryeministër nuk ka asnjë qeveri. Pra ka qenë madje është akuzuar Lidhja Demokratike për një lloj pengese që nuk ka një bashkim të asaj që ishte deri tash opozita e sotme. Pra as opozita e sotme deri tash që ishte në Kosovë nuk i ka numra të sigurt. Dhe kjo është analiza që ne duhet ta themi, çfarë do ndodhë në të ardhmen, ajo nuk dihet, por kushti i zotit Lumir Abdiziku ka mbet edhe për partitë, edhe për zotin Bedri Hamza, edhe për zotin Ramush Haradinaj, e tjera e tjera. Kjo është e para, sepse aty kishte një kusht. E dyta, çfarë dua të them, kjo tentativa për me i zhagit edhe me shku pastaj me marrë le të themi opozita, sot nuk besoj që do të ndodh për një arsye. Mos harrojmë, duhet se kjo është analiza. Ne kemi në tetor zgjedhjet e planifikuara të rregullta lokale. Këtu të tjetë kalkulimi jashtëzakonisht shumë i madh edhe për partitë që janë në opozitë deri tash, por edhe për lëvizjen e vendosje, sepse është rrezik shumë i madh. Dhe e treta, mendoj që roli i presidentes Osmanit do të jetë jashtëzakonisht, duhet të jetë jashtëzakonisht i rëndësishëm në këtë situatë. Ajo bëri hapin e parë që caktoi 15 prillin seancën konstituive. Pra, nëse
ka zhagitje nga 15 prilli e tutje, nuk konstituohet kuvendi, kjo i bie që kjo mund të shkojë në pavundësi, sepse nëse lëvizja vetëvendosje nuk e dërgon kryetarin e kuvendit, atëherë këtu nuk ka afat kohor, por shkon në pafundësi. Zoti Ajrullau, kjo ishte pyetja ime dhe për shkak të saktësisë që keni dua ta elaborojmë në pak sekonda bashk. Prandaj fola për disa vakume në parashkimet kushtetuese të Kosovës, sepse në këtë rast, nëse në ditën e konstituimit të mundshëm të kuvendit të ri të Kosovës nuk dorëzohet emri kryeparlamentari dhe nënkretarëve, atëherë vakumi është që nuk ka një deadline, një parashikim se për sa kohë mund të zgjasë kjo, dhe kjo mund të japi gjithë kohën e mundshme dhe luksin e dur Albin Kurtit që ta mbajë situatën pezull dhe varur, por nuk e di se sa, derisa të jetë nevoja që kjo të shkojë në gjykatë kushtetuese dhe të bëhet e interpretueshme. E vërtet, me shumë të drejtë e ke përmend, pra, nëse lëvizja vetëvendosje nuk e delegon emrin e kandidatit të kuvendit Kosovës, këtu nuk ka afat kohor, këtu kime me një problematik jashtëzakonisht të madhe që shpesh po diskutohet që kjo mund të shkojë deri në vjeshtën e këtij viti kur ne kemi zgjedhjet lokale dhe pastaj në zgjedhjet lokale të mbahen dhe ato presidenciale. Kjo është analiza, kjo do të ishte katastrofale për Kosovën. Pra, unë e thash analizën se i përket edhe blokut opozitar të deri sotshëm. Tash të lutem 2 minuta te konstatimi. Fillimisht unë mendoj që një qeveri e ardhshme e Kosovës do duhet të ishte qeveri e stabilitetit të numrave në kuvendin e Kosovës, e përmendën bashkëbiseduesit, e përmendën zoti Andoni në fillim problemet që i ka Kosova, dialogu, aspektet gjeopolitike, zhvillimet e mëdha. Paramendojeni me një moment kur Kosova do të vijë në rand ditës të zotit Trump. Pra, unë po shpresoj që nuk do të vijë dialogu Kosovë-Serbi shumë shpejt në administratën amerikane, sepse na jemi gati, nuk kemi as qeveri. Pra, një qeveri me numra të mëdha, një qeveri e cila do të kishte stabilitet, e cila do të zgjidhte presidentin, e cila do të bënte reforma, kjo do të ishte qeveria që i duhet Kosovës këtë kohë. Unë komendu që një qeveri mes lëvizjes vetëvendosje ose Partisë Demokratike apo edhe Lidhjes Demokratike që tashmë po bie në ujë, do të ishte ajo qeveria që do të mund të sillte stabilitet, të shtynte proceset para, të shtynte marrëveshjen për normalizimin me Serbinë të dialogut. Këtu paka shumë kjo, sepse as qeveria e opozitës që përmendi zonja Esmeralda nuk e sjell këtu. Ju e dini, ishte një qeveri të kaluarën nga të gjitha subjektet politike, PAN, Partia Demokratike, Alianca me 200 ministra, me shumë. Pra, nuk është zgjidhje për këtë situatë. Zgjidhja është sepse aty e pam nete nuk kanë numra as ata. Dhe çfarë do të ndodhte kjo për Albin Kurti? Albin Kurti të shkonte në opozit me 48 deputet. Paramendoj çfarë opozite do të ndodhte në kuvendin e Kosovës ku Kurti do thonte unë deri dje mbrojta Kosovën, këta e sollën Radojqisin, këta i sollën problemet, këta. Pra unë nuk mendoj që kjo do ta forconte opozitën e sotme. Dhe po e përmbyll këtu. Kalkulimet e partive politike janë jashtëzakonisht mëdha për faktin që ne i kemi zgjedhjet lokale. Për shembull, kushdo që bën koalicion në nivel qendror, pastaj do të kalkulime jashtëzakonisht interesant. Për shembull, nëse lëvizja vetëvendosje shkon në koalicion me Partinë Demokratike, ata do ta kenë sigurt që do ta fitojnë komunën e Prishtinës, kryeqytetin që udhëhiqen nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Pra, dhe ndoshta për këtë vetëvendosja është e gatshme të ekzekutohet ose të vetë ekzekutohet edhe me nivelin e qeverisjes sot. Unë nuk është se specifikova qeveri nga opozita. Tash mandati i kalon Partisë Demokratike të Kosovës dhe ajo fton në qeveri vetëvendosjen. Që nuk do të ishte praktikisht një qeveri opozite. Jo, nuk do të ishte, por praktikisht më fal, Partia Demokratike merr rolin udhëheqës në negociata, presidentin mund ta marrë vetëvendosje dhe në këtë mënyrë të dyja janë të kënaqura, sepse Albin Kurti nuk udhëheq dot negociata me mënyrën se si vepron ai dhe me një Donald Trump në shtëpinë e bardhë që nuk ja bën shumë të gjatë, kurse ja bëri të gjatë Benjamin Netanyahu në raport me Turqinë, ose Volodymyr Zelenski në kushte lufte. Po them se ato e kanë. Zoti Ajrullau, se nuk dëgjoni në mënyrë të njëkohshme, kështu që po e kaloj linjën për përgjigjen tuaj.
ku është logjika Albin Kurti me shku me Partinë Demokratike kur vetë nuk e fton Partinë Demokratike. Pra nuk ka Esmeralda këtu logjik të shëndosh mendjes që lëvizja vetëvendosje do të mund të shkonte në një koalicion me Partinë Demokratike, ndërkohë që si parti fituese nuk e fton lëvizjen vetëvendosje. Jo, kjo nëse do të digjeshin afatet kushtetuese po flasim, nëse kalojnë limitet dhe zvarritet procesi dhe i takon partisë së parë pas vetëvendosjes të marrë mandatin e formimit të qeverisjes. Atëherë kjo shkon të bloku opozitor, ju e keni parë, nisma, tre deputetët, se shpesh po fajsohet pa drejt në Kosovë. Deputetët e Fatmit Mehmeti thonë, ne jemi për një qeveri opozitare, me partitë opozitare, por nëse janë numrat, ne jemi këtu edhe për të tjerët. Pra ata fillimisht kanë thënë që le ta bën opozita e deri tashme qeverinë e Kosovës, që ne patëm kusht. Zotja Lumir Abdixhiku tha, ne kemi vetëm postën e kryeministit, gjën kryesore obligative, dhe pastaj zgjidhjen e çështjes së presidentit. Pra, edhe opozita e vetëm nuk i ka numrat deri në prillin e vitit të ardhshëm. Do të kthehem pas pak tek elementi Limaj, se besoj se nuk është kaq i pafajshëm, ka diçka në background të bisedimeve me të dhe me sa duket dhe një marrëveshje, por kemi reagime nga studioja. Fillimisht zoti Andonim ka kërkuar një replik. Jo, nuk kam replik. Nuk kam replik. Okej, një konstatim tuaj në këtë pikë atëherë. Kam konstatim, po fryhet shumë pjesë e LDK-s. Keni parasysh që LDK-ja ka një problem shumë të madh, sepse LDK-ja ka shumë përçarje brenda. Dhe vërtet, ego e zotit Abdixhiku kërkon kryeministrin, por zoti Abdixhiku nuk e përfaqëson kryeministrin. Që do thotë se vetë nuk i ka pozitat e konsoliduara brenda partisë së tij. Në zgjedhje, ju e dini, zgjedhje shumë poshtë parashikimit. Dhe dyta, pjesa ke partia e tij që kërkon që ai të shmanget tashmë është gjithmonë më e madhe. Dhe mos harroni është një parti me 5 nënkryetar. Dhe ajo që ne po themi këtu është që PDK-ja gjithashtu është shumë poshtë nivelit të vetëvendosjes, çdo thotë, të kesh 48 deputet. Është shumë e vështirë t'i lësh në opozit, sepse prapë fut në një gjendje të cejtnoti parlamentit. Prandaj pyeta, pranon ta bëj këtë autogol ndërgjegjshëm Albin Kurti sot me 28+. Ky është moment që unë shikoj njësoj dhe në Serbi, që duan të shtyjnë këto situata për të shpëtuar situatave të brendshme. E kjo është e dukshme fare, sepse po ta kuptojnë që Kosova tashmë po del në rishtin e 3 ose të 4 prioriteteve të aleatëve, atëherë realisht ke ata do bënte diçka, por ke ata nuk thot në asgjë. E para sepse din që dialogu tani po shtyhet sepse nuk ka filles, nuk ka nisëm si të merresh, dhe dyta me Kosovën nuk ka se cili të merret më. Dhe tani madje edhe me zhvendosje në Umniku, se Umniku është i zhvendosur, 370 veta ka. Gjithsej, atributet do i marrin vetë kosovarët. Dhe ju e dini, Kosova është gati 7 provincë. E ky është problemi që po themi pak më parë. Zoti Kurti do e shty me këto artificat kushtetuese, me vakancat, edhe besoj ata do shkojnë ke zoti Kurti. Ndaj ju pyeta, ju tingëllon më shumë teknik se sa politik, pikërisht për shkak të vakancave teknike. Zoti Kurti për hir të vërtetës, vërtet ka mungesa të mëdha, por zoti Kurti ka filluar të mësoj marifetet e pushtetit. Zoti Andoni, meqense ju e vutën duke komponentin e Lidhjes Demokratike të Kosovës duke konsideruar si një fryrje artificiale. Unë po ju pyes në këtë rast, mos ndoshta Abdixhiku si komponent dhe jo si individ është alibia të dyja palëve. Në shkuptim, alibia Albin Kurtit që ka ezauruar ftesën në këtë rast me opozitën, Lidhjen Demokratike të Kosovës, dhe ky që shërben si mediatori që në fakt kjo qeverisje mos realizohet dhe Albin Kurti të ketë larë duart nga kjo histori. Alibi është gjithë procesi në Kosovë. Të gjithë bëjnë sikur, sepse ju e dini, zgjedhjet janë ato që tregojnë diferencën e numrave, dhe tek e fundit, të gjitha forcat politike, njësitë politike që janë në Kosovë, janë etnitete për të formuar qeverisje, edhe serbët mas. Pra për ju i gjithë procesi është alibi? Absolutisht, i gjithë procesi është alibi. Ambasador Çeku? Më duket keni një pyetje për zotin Erullau? Nësa e shikoj të arsyeshme për ndërhyrë, me datën 15 prill duhet bëhet konstituimi pikës parë i deputetëve. Pra ta fillojmë nga ajo për cilin kanë votuar qytetarët. Qytetarët kanë votuar pikës parë për deputetet e tyre për parlamentin e ri të Kosovës.
Ky parlament sigurisht që do të përdorë qeverinë e re, mazhorancën e re, presidentin e ardhshëm e kështu me radhë. Po pikë së pari, nëse marrim zbatimin e kushtetutës hap pas hapi, hapi numër 1 është me datë 15 që deputetet e zgjedhur duhet marrin mandatet e tyre dhe të certifikohen si deputet. 120 deputet të Parlamentit të Kosovës. Po, zotë Çeku, po kjo pasi t'jetë bërë propozimin për kryetarin e Parlamentit dhe nën kryetarët, pra konstituimi edhe i grupit parlamentar. Vetëm një sekond. Zgjedhja e kryetarit të kuvendit nuk mund të paravendoset në marrjen e mandatit të deputetit. Po, proceduralisht kushtozon formimin e qeverisë së re, jo mandatin e deputetëve në të vërtetë. Marrëdhëniet parapolitike mund të jenë të tilla që shkojnë deputetet deri afër derës së kuvendit ose të KQZ se nuk marrin mandatet e tyre për të certifikuar si deputet. Kjo pastaj do ta bënte akoma më të rëndë krizën edhe më çesharake situatën edhe më të turpshme. Unë mendoj që deputetet e Kosovës që kanë dalë nga lista dhe janë certifikuar duhet të marrin mandatet e tyre dhe duhet të grupohen pranë partive të tyre politike dhe të shkojnë me datën 15, duhet që të çekojnë në Parlamentin e Kosovës. Pastaj të fillojnë negociatat për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit, sepse në kushtetutë thotë që deputetët zgjedhin kryetarin e kuvendit, pra një mazhorancë e deputetëve zgjedhin kryetarin e kuvendit. Nuk thot kushtetuta se duhet kështu. Kushtetuta ka dhënë një interpretim në 2014 që partia e shumicës zgjedh. Po pra i ka lënë ekskluzivitetin partisë së parë më të madhe që ka fituar mandatet në këtë rast që është vetëvendosja. Po ky teatër duhet filloj duke qenë deputetët brenda dhe pastaj këto deputet duhet të mblidhen sipas mazhorancave dhe marrëveshjeve që janë bërë. Dhe unë mendoj që të gjithë liderët politik, pa përjashtim, duhet të bëjnë një hap mbrapa në ambicjet e tyre. Dhe duhet kuptojnë që Kosova, siç e tha Beni, e tha Esmeralda, e tha Hairullah, gjithë me radhë, edhe ato që na dëgjojnë, është më e rëndësishme se karrige një kryeministri, një presidenti, një kryetari kuvendi e kështu me radhë. Duhet që edhe partitë e opozitës, nëse nuk kanë ndërmend për të bërë koalicion me zotin Kurti, duhet të kenë qartësinë e tyre të shprehut edhe platformën e vet. Duhet se ka ardhur momenti për ta shpalosur një platformë. Platformën në raport me proceset e rëndësishme dhe delikate me cilat do të përballet Kosova. Pikë së pari do ta bëjnë të qartë që ne do të bëjmë një koalicion të përbashkët. 1 vit, 2 vjet, 3 vjet nuk ka rëndësi. Duhet t'ia bëjnë të qartë popullit të Kosovës. Nuk mund të rrinë të gjithë tani në kafiqat e Kosovës dhe Prishtinës duke bërë finte bizantine në kurrizë të Kosovës. Po them një gjë, Albin Kurti e ka në dorë që ta zvarris këtë proces deri në tetor. Absolutisht i ka të gjithë mekanizmat në dorë për ta bërë këtë. A fiton ai politikisht? Sigurisht që po, sepse qëndron si kryeministri i Kosovës në detyrë, i ka kompetencat për të ekzekutuar politikat e veta. Megjithatë nuk i ka përgjegjësitë e barazgjeshme në këtë rast. Prit një sekond. Ka privilegjin që të përgatisë terrenin për të fituar edhe zgjedhje lokale duke qenë kryeministër, duke mos mbajtur shumë përgjegjësi, sepse është një overtime kryeministër, si thosh, dhe ndërkohë opozita po ka që pa përgatitur do shkojë në zgjedhje lokale. Unë mendoj që asnjëri nga palët nuk është gjak ftohtë dhe nuk vendos Kosovën të parën. Më vjen keq që shohësh që si të shohësh një qinj që e rrethojnë gjithë ata uqër dhe bariu ka mundësi ta mbrojë dhe nuk do ta mbrojë, sepse nuk do që ta mbaj për bashkë me vllajën e tij kështu me radhë. A e kuptojnë këta politikanë që Kosova nuk është si Shqipëria dhe si vendet e tjera që janë anëtarë në ato kandidate për mbeje kështu me radhë? Ne po shkojmë drejt zgjedhjeve tona dhe kemi problemet tona të mjaftueshme, por sido që të jetë ne kemi kapacitete për t'i menaxhuar. Kurse Kosova sot ishte në debat në Këshillin e Sigurimit, e thanë këtu parafolësit që është në periferi të diskutimeve Kosova sot. Është në periferi në më të madhe të investimeve, askush nuk e konsideron si një vend ku mund të investohet. Është vendi më i varfër, ka një diasporë zemërngrirë. Pra, a kuptojnë këta që këto zgjedhje ishin një mundësi për të rifreskuar qeverisin? Edhe zoti Kurti, në qoftë se e shikon që nuk e krijon dot një mazhorancë, le t'i lërë këto fintet me Duda Bajlen e me këto jo do t'jap komunë, ai duhet të tregohet lider, duhet të tregohet burrshtetas, nuk është puna të tregohet kryetari i zgjuar dhe i aftë i vetvendosjes, që ditë u hedh shokëve.
Problemi është këtu që ai mesazhi që dha partneri i tij, kryetari i kuvendit Konjufsa, është një mesazh për të thënë që shiko, është momenti për të bërë një zgjidhje. Dhe unë mendoj se palët këtu janë duke luajtur me kohën, por në fakt nuk janë duke luajtur me kohën, janë duke luajtur me Kosovën, janë duke luajtur me institucionet e Kosovës, dhe në qoftë se ky parlament nuk konstituohet në kohë, në qoftë se ky parlament nuk zgjedh organet e veta drejtuese, në qoftë se ky parlament nuk e zgjedh qeverinë që meriton Kosova, po ju garantohet që Kosova do bjerë edhe 10 pikë poshtë, do të jetë akoma më në periferi dhe është për të ardhur keq, që e gjitha kjo do të jetë në favor të gjithë propagandës anti-shqiptare, anti-kosovare, për të thënë që ja këto janë shqiptare që nuk dinë me bërë shtet dhe madje për më tepër nuk duhen as ta bëjnë. Dhe kjo është tërheqja e veshit më e rëndësishme besoj për politikën e Kosovës, zonja Mule? Kanë përshtypjen, ndoshta Muhamedi na ndihmon në këtë pikë se me ndryshimet që janë bërë ligjit për qeverisjen në Kosovë, ka një kufizim për kryeministrin dhe ministrat të cilët marrin mandatin e deputetit dhe betohen si deputet, duhet japin dorëheqjen. Një gjë u diskutua në fakt me njëherë sa po vendos certifikimi i rezultatit dhe ndoshta kjo mund tjetë çelësi që do ta detyroj zotin Kurtit të mos e zvarrit procesin. Fakt ka një precedent nga gjykata kushtetuese që e legjitimon zvarritjen dhe ky është rreziku 2014. Jo, e kuptoj zvarritjen e kryetarit, por nëse zoti Kurti do t'japi dorëheqje nga kryeministër, ai nuk mund të rrinë më kryeministër në detyrë. Për të ndihmuar. Në 2020 dhe Arulla e ka ndryshuar tani ligjin e qeverisjes. Po në 2020-ën, pikërisht Kurti i referoi vendimit të gjykatës kushtetuese që ishte marrë në 2014. Pra ai insiston që partia fituese i ka të gjitha dhe pikë. Është precedenti i ekskluzivitetit që bëhet i rrezikshëm në këtë rast. Pra, nuk po them unë për vendosjen e kryetarit parlamentit, mund ta bëj, mund ta zvarrisi, por zoti Kurti në momentin që merr mandatin e deputetit, duhet t'jap dorëheqje si kryeministër. Kush është mekanizmi që e shkarkon? Po pra, po kanë mirë. A ka mekanizëm detyrues, duam ta pyesim zotin Ayrullau, ka mekanizëm detyrues në këtë rast që do ta zgjidhte këtë ngërt, sepse sigurisht Kurtit nuk i intereson të mbijetojë në zvarritje dhe pezullim nëse nuk do të jetë kryeministër i vendit. A do duhet t'japi dorëheqjen? Pra, jashtëzakonisht diskutim shumë i frytshëm ajo çfarë unë po dëgjoj, edhe po vjen shumë mirë, por ajo çfarë ka ndodhur, Esmeralda ka të drejtë, zotri Kurti të kabinetit të tij do të duhet të japnin dorëheqje, kështu e ka thonë, sepse ka një ligj për qeverinë e re që e ka miratuar vetë kjo qeveri dhe ata nuk dhanë dorëheqje duke u thirrë me një nen tjetër brenda ligjit ekzistues. Pra kjo nuk ka të bëjë fare me ditën e, le të themi, konstituimit të kuvendit Kosovës. Këta do duhet të japnin dorëheqje, Esmeralda, në ditën kur janë certifikuar rezultatet finale dhe po flasim për dy procese të ndryshme. Janë dy procese të ndryshme, po zotit Kurti nuk do t'i interesonte ta mbante pa qenë vetë kryeministër ta zvarriste procesin dhe ky është një mundësi për opozitën që t'i drejtohet gjykatës kushtetuese për interpretim të kësaj pike. Këtu do të jetë roli jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm i presidentës zonjës Vjosa Osmani nga data 15 prill tutje. Nëse javën tjetër, veç ta përmendi zoti Qeku, proceduralisht shumë shkurt, në fund javës do të filloj regjistrimi i deputetëve të kuvendit Kosovës, është caktuar tashmë zyrtarisht i partive politike, ditën e premte për shembull lëvizjeve vendose, ditën e hënë ata të Partisë Demokratike, Lidhjes Demokratike e tutje do të bëhet regjistrimi. Kjo në parim do duhet të ishte një seancë protokollare, sepse tashmë është përcaktuar sipas gjykatës kushtetuese që i pari kuvendit Kosovës do të jetë një parti së parë. Dhe këtu nuk ka asnjë dyshim. Aty do të zgjedhet në blok edhe nën kryetari që do të vijë nga Partia Demokratike, edhe nën kryetari që do të vijë nga Lidhja Demokratike, edhe nën kryetari nga komunitetet dhe në të kaluarën kjo është votuar në blok sepse është proceduralisht ashtu e zgjedhur. Deri këtu jemi në rregull, po pse thoni që do dilet jashtë protokollit kësaj radhe për shkak të skenarit zvarritjes? Zvarritja mund të ndodhë nëse s'ka pajtim qeveria Kurti që do të bëhet qeveria Kurti 3. Pra nëse si ka zoti Kurti të sigurt, sepse ka thënë në 15 prill pritet që ta kemi edhe qeverinë. Nëse s'ka numra, këtu mund të filloj ajo loja e zhagitjes. Por veç dua të jem shumë këtu i drejt për drejt sa i përket kësaj zhagitjes që ne po përmendim me të drejtë. Kjo do të ishte pazotësi, paftësi
e zotit Kurti dhe lëvizjes dhe vendosje me 48 deputet. Dhe që paramendoj e Beni e përmendi me shumë të drejtë. 48 deputet ose dikush e përmendi, i ka lëvizjave të vendosje. Partia 2 dhe 3 i kanë së bashku 44. Pro paramendojnë një parti e cila shtyn në pafundësi krijimin e qeverisë. Kjo është e pafalshme për Kosovën, për problemet që të cilat ne i kemi dhe do të ishte padotësi e lëvizjes vendosje për të lëvizur tutje. Kjo nuk i duhet Kosovës në këtë situatë. Prandaj unë thash që qeveria e Kosovës duhet të krijohet sa më shpejt që është e mundur për të ballafaquar me të gjitha problemet që sot ne i kemi edhe brenda, edhe jashtë, edhe në normalizim dhe në dialog. Kemi në maj takimin e ministrave ku pritet le të themi Komitetit Evropian. Në Këshillin Evropian. Na nuk kemi asnjë lëvizje, nuk kemi qeveria në territorin e tyre, ministri në punëve të jashtme nuk mund të lobojë asgjë, pra do të ishte pafalshme për lëvizjen e vendosje nëse tenton të fitoj le të themi politikisht, por nuk do të fitoj asnjë parti politikisht, dua ta përfundoj me këtë. Shkuara në zgjedhje do të mbetet në këtë rezultat dhe votuesi do të irritohet, sepse çfarë i bie kjo? Partitë politike nuk bënën bashkë për të krijuar një qeveri dhe tash po e çojnë Kosovën në zgjedhje. Zgjedhje tash, zgjedhje në tetor, zgjedhje pastaj në prillën e a jemi ne Belgjika, jemi ne Italia, jemi ne Gjermania, ku mund të presin sepse gjithçka funksionon. E përmendi zoti Çiku, ne jemi na Zoti Agrullau, na dëgjoni apo kemi një problem me komunikimin virtual? Do ta rikthejmë pas pak, ndërkohë po dëgjoj zotin Andoni. Zoti Andoni, ju pash që keni një ndërhyrje, ndërkohë që më pas do të kemi një pyetje tjetër për ju. Patjetër, kisha diçka. Ne po marrim sigur ligjvënësit e Kosovës gjatë mandateve të fundit kanë treguar majën e parlamentarizmit ballkanik. Niveli i tyre është i frikshëm. Në fakt, zoti Andoni, ju keni të drejtë se presidenti i vetëm i mbarimit të një mandati qeverisës ka qenë ky Albin Kurti kësaj radhe, se gjithmonë Kosova ka shkuar në zgjedhjet parakoshme. Dhe ky mandat legjislativ ka lënë shumë për dëshiruar. Dhe madje po të jetë parlamenti kështu, më mirë të zgjasë pafund, sepse këtë veti e kanë për shtetin. Zoti Çeku tha diçka me drejtë që duhet mendojnë si burshtetës. Nuk ka shqiptar burshtetës. Nuk ka shqiptar burshtetës, thoni, ju e çoni edhe për te. Absolut, jo nuk ka nga historia. Unë vi nga fusha e historisë, nuk ka burshtetës. Buri i shtetit është ai që vë interesin e vendit të vet para interesit vetjak. Ky është postulati. Këta janë thjesht ashtu si zyrtarët në Tiranë që ne kemi përballë, janë marrë feçi të vegjël. Pushtet dashës. Veni përdorit diçka që unë nuk jam me këtë pjesën bizantine, sepse dua shumë Bizantin. Bizanti ishte shumë i sofistikuar. Ju duket si ofesë konfigurimi i bizantinëve në kafet e Prishtinës. Është shumë larg Bizanti me Kosovën, është dhe çfarë më shqetëson? Këto artificat që i përmendët pak më parë që u thashë në fillim që zoti Kurti do luaj me këtë derisa të kapi disa deputet, sepse ne po i shikojmë në Tiranë. Mënyrën se si kanë shkuar deputet nga PS-ja, KPD-ja, e të tjerë me radhë, ose që ndodhi me zotin Sule, e kështu unë besoj që... Merkato ka pasur edhe në të kaluar në me gjas mund të ketë edhe tani në Kosovë. Absolutisht. Dhe zoti Kurti thjesht po fiton kohë, unë besoj në kohën e dur ka për ta bërë, sepse janë 48 deputet. Dhe unë besoj me kohë, edhe bosnjakët, edhe turqit kanë për ta ulur steka, për arsyen e vetme që zoti Kurti ka dhe mekanizmat të tjerë në dorë. E këto mekanizma janë mekanizmat e investimeve, që të gjitha deputet kanë nevojë në zonat e tyre të tregojnë që kanë ose ndikojnë. Janë të kushtëzuar, por zoti Andoni, një lloj merkatoje është edhe kjo që po ndodh aktualisht, me qenë se folim për merkaton. Në këtë rast jo individuale, por kolegjiale. Po flasim për pakizat jo serbe, të cilat kanë ambicje dhe kërkesa te normave kushtetuese dhe bëhet një lloj merkatoje në atë mes. Ju Alba e dini shumë mirë që edhe serbët tashi, por neve jemi të detyruar, edhe serbët nuk janë më faktor demografik në Kosovë. E do të thoni lëre më pakicat e tjera. Jo pakicat e tjera. Dhe një moment unë besoj që shteti Kosovës sa më shumë forcohet, do të tregoj dhe pjesën cinike të vetë. Ka një limit, vërtet flamuri është me 5 yje, por ka një limit. Mos të ndodhe që na ndodhin në Shqipëri me pjesën e minoritetit. Unë besoj që Kosova duhet më e mençme për këtë. Po të gjithë procesin
pa çka kritikave që kemi, është demokratik në Kosovë. Më besoni, është demokratik. Për shkak të mënyrës se si negociohet, si bëhen ftesat, reagimet, për shkak të një qëndrueshmërie ndoshta të palëve. Dhe kjo për zotin Konjusa që kam mik, më ka pëlqyer kjo pjesa e naivitetit, themi, por zoti Konjusa 2-3 herë në pushtet ka dalë bllop me zotin Kurti. Në fakt, zoti Andoni, është naivitet apo është linjë dhe standardi ndryshëm Albin Kurti? Është naivitet, sepse ju e dini më mirë se unë që zoti Konjusa është gati jo alter ego e zotit Kurti, po është njëri i cili bën gjithçka që i thotë zoti Kurti. Megjithëse ja kanë lexuar edhe si dalje nga linja e Kurtit, gjë që ka ndodhur edhe me ish-bashkëpunëtorët e tij. Ka, po ju e dini që po dole nga zoti Kurti të shmang. Unë besoj që do ketë një ndërgjegjësim për Kosovën në momentin kur të merret një mesazh i tretë. Mesazhi i parë ishte mesazhi që erdhi për fatin e madh ditën e pavarësisë. Mesazhi i dytë i madh për mua ka qenë mesazhi i dieshëm në Këshillin e Sigurisë. Mesazhi i tretë që do jetë direkt për Kosovën, besoj atëherë do i trandi ata, por keni parasysh që Kosova duhet të lexojë mirë atë që po ndodh në Bosnjë. Sepse ajo që po ndodh me Dodik dhe Republikën Srpske? Ajo që po ndodh atje, sepse ka erë lufte dhe kot zyrtarët europianë nuk kanë filluar më kot që të vinë në Europë. Llogaritë të hapësh një front prap në zemër të Ballkanit, kuptoni sa problem është. Në këtë rast vigjilenca e parë do duhet ishte për lidershipet, zoti Ajrullau, më duhet të përshëndetem me ju, por para se të largoni do të konsumoj dhe sekondat e fundit, besoj tani na dëgjoni dhe jeni në komunikim të drejtë për drejtë. Dhe pyetja ime është për faktorin Limaj. U tha si një derë mbyllur, e tillë u interpretua, megjithatë duket se në Kosovë ka ende zëra që qarkullojnë për një marrëveshje informalisht dhe praktikisht që qëndron aty në këmbë dhe në pritje të një formalizimi të mundshëm. Unë po ju pyes, a ekziston? A është mundësia që ata të bashkëpunojnë me 3 deputetët e Nisës, meqense do duhet të shkëputet nga bashkëpunimi parazgjedor që ai kishte edhe me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, që sot që flasim duket si një spektatore aty. A është mundësia që këta 3 deputet të bashkohen dhe të shkrihen me vetëvendosjen dhe të kalojnë ngërçi në qoftë se dhe pakicat jo serbe binden dhe nuk ka pse shkohet drejt skenarit të zvarritjes pas kësaj? Alba, kjo është skenari më i mundshëm realisht deri në zgjedhjen e presidentit, sepse kemi një çështje të zotit Lima dhe të zyrtarët e kësaj partie. Pra, kjo mund të jetë ajo çfarë pritet gjatë javës së ardhshme. Ajo çfarë dua të them gjithashtu në fund është që mendoj që edhe zoti Kurti, edhe lëvizja dhe vendosja duhet të jenë shumë transparent gjatë këtyre negociatave, flasin për publikun, qartësojnë pozicionet e jo të marrin shetat nëse ka takime me zotin Limaj dhe zyrtarët e partisë së tyre, sepse nuk besoj që është e mirë as për votuesit e partisë lëvizjave të vendosje që të mos ketë paqartësi dhe mos ketë transparencë në proces. Dhe e fundit, mendoj që po i bashkohem edhe njerë po e përsëris. Çdo zvarritje në mos krijimin e institucioneve të reja qeverisë Kosovës, nga i pari që e ka përgjegjësinë zoti Kurti, do të ishte katastrofale dhe do të ishte e pafalshme. Shkuara në zgjedhje nuk është e mirë për Kosovën, mund të jetë për ta, për ca vota, për ndonjën prej liderëve, por ata duhet të thirrin mendjes, duhet të krijojnë institucionet e Republikës Kosovës sa më shpejt dhe të ballafaqohen me problemet që i kemi ne brenda e pastaj me politikën e jashtme që janë jashtëzakonisht të shumta. Na mbetet të uroj minimalisht që do ketë ndërgjegje kolektive në këtë drejtim dhe me këtë lejtmotiv, zoti Ajrullau, ju falenderoj që u bët pjesë debatit sonte. Faleminderit shumë. Të nderuar shikues, ne shkëputemi për pak sekonda publicitet dhe rikthehemi për ta vjuar bashkë drejt për drejt debatin këtu në studio.
Zonja dhe zotrinë, i rikthehemi transmetimit të drejtë për drejtë të debatit. Kësaj radhe po pres në një komunikim tjetër virtual zotin Enver Robelli. Zoti Robelli, mirëmbrëma, mirë se vini në debat. Mirëmbrëma. Unë besoj se ju keni qenë vigjilent me të gjitha lëvizjet e fundit që vinë nga Kosova, negocime, bisedime, tratativa, por ende asgjë publike dhe shumë pak transparencë. Cili mendoni se është skenari më i mundshëm për qeverinë e re në Kosovë, apo nuk do të kemi qeveri por pezullim, meqense pjesën e parë të debatit e ezauruam mbi këtë aksion? Po kanë mbetur edhe 5 ditë, 6 deri te mbledhja e parë e parlamentit. Mendoj që pikë fari duhet të presim se si do të rrjedh mbledhja e parë konstituive e parlamentit të Kosovës. 5 ditë në politikë janë të gjata dhe mund të ketë edhe zhvillime të ndryshme, të cilat është vështirë të parashikohen. Momentalisht, si thua, gjitha partitë po tentojnë kështu të markojnë terrenin e tyre dhe të paraqesin qëndrimet e ndryshme, por mund të ketë lëvizje të ndryshme në ditët e ardhshme, supozoj unë. Kur thoni lëvizje të ndryshme, lëvizje të tjera veç atyre që janë parë, prezantuar dhe supozuar deri më sot, kush mund të ishte elementi surprizë, zoti Robelli? Po tash duhet parë kush ka interes për shkuar në zgjedhje dhe kujt i mbetet faj nëse eventualisht vendi shkon në zgjedhje. Dhe unë mendoj që këtu në rrezik janë edhe partitë opozitare, nuk është vetëm partia në pushtet e cila i ka marrë numrin më të madh të votave, si cila parti duhet të ketë parasysh edhe pasojat e refuzimit të një koalicioni ose bashkëpunimi qeveritar. Në Kosovë është krijuar kështu një tendencë sikur gjitha partitë shtiren sikur nuk e duan pushtetin, sepse nuk duan të qeverisin me njëra tjetrën, por demokracia është kjo dhe nuk ka, si thuash, zgjidhje magjike, kështu që themi jo, mund sigurojmë vota kështu në terren të lirë. Tani mbetet për të parë se cila parti do lëvizë para nga opozita. Ka një lloj oferte për lidhjen demokratike të Kosovës. Dhe unë personalisht mendoj që do të ishte një koalicion bukur i qëndrueshëm nëse vetëvendosja dhe lidhja demokratike e Kosovës pajtohen për një koalicion. Opsionet tjera janë, opozita mund të provojë të krijojë vetë qeverinë dhe ta lë vetëvendosin në opozitë. Çështja është, kjo nuk do të ishte qeveri fare stabile, do të ishte jashtëzakonisht e rrezikshme dhe mendoj që nuk do të qëndronte më shumë se një vit. Pas një viti do të zgjedhet presidenti ose presidenti i ri i Kosovës dhe aty besoj që prap do të krijohet një krizë e re politike dhe vendi do të shkojë në zgjedhje. Unë mendoj që duke pasur parasysh edhe krizën e madhe dhe zhvillimet e mëdha ndërkombëtare që po ndodhin, thjesht është një luks shumë i madh që të eksperimentohet në zgjedhje të reja. Zoti Robelli, derisa e përmendët lidhjen demokratike të Kosovës si një opsion madje edhe të konsoliduar dhe të qëndrueshëm, do të thotë që nuk e keni konsideruar me seriozitet derën e mbyllur tashmë nga Lumir Abdixhiku? Po, shiko, si çdo parti dhe Lidhja Demokratike i bën kalkulimet e veta. Mua më duket që arsyetimi që jo kryeministri Kurti e ka ofenduar opozitën dhe kjo është arsye për të mos bërë koalicion, nuk duket shumë i bëndshëm. Natyrisht që ajo paraqitja e zotit Kurti pas zgjedhjeve me një fjalor shumë të padenj për një kryeministër, për një politikan, është e patolerueshme dhe ai do duhet kërkonte falje. Këtë nuk e bën sepse edhe Albin Kurti, si të gjithë politikanët shqiptarë, ka më shumë si thua krenari se përullësi ndaj qytetarëve, ndaj votuesve. Por nëse fillojmë pak të shikojmë se kush çka i ka thënë tjetrit në Kosovë ose në skenën politike mes shqiptarëve në përgjithësi, atëherë vërtet nuk është i mundshëm asnjë bashkëpunim. Ka pas edhe mes partive opozitare akuza edhe më të tmerrshme me njëra tjetrën. Po edhe nga Lidhja Demokratike, ku zoti Kurti është krahasuar dhe një bashkëpunëtor të Serbisë, ku diun këto budallëqet e politikës kosovare të përditshme. Por unë mendoj se secila parti që është futur në zgjedhje ka interes të jetë, ose kishte interes të jetë pjesë e qeverisë, sepse duke qenë pjesë e qeverisë që mund të realizoni një pjesë të programit politik. Dhe
unë besoj që kjo është edhe arsyeja pse partitë politike i futen garës elektorale. Që sharake që pas garës elektorale thuash nuk e dua pushtetin, po përgjigjja është në çfarë rrethana e do pushtetin, dhe pushtetin mund ta duash ndoshta nëse ke kapacitet për të ndryshuar rrethanat, por rrethanat nuk mund të ndryshohen me shkop magjik. Kështu që flamuri i kuqi një bashkëpunimi të mundshëm me LDK-n edhe mund të rrëzohet sipas idesë tuaj. Do të rikthehen pas pak. Zonja Mule, në fakt debati për ne vazhdoi edhe në sekondat e publicitetit dhe ju kishit një tezë më interesante se sa këto që i kemi lakuar formalisht. Po mendonit që ndoshta nuk ka vullnet për qeverisjen në këtë moment? Zoti Kurti ndoshta nuk i intereson qeverisja sepse të qeverisë në këtë moment, sepse përpara ka disa sfida që janë shumë të rëndësishme dhe bëhen edhe më të vështira dhe do ketë përballë një faktor ndërkombëtar më pak tolerant se që kishte në 4 vitet e shkuara. Nuk duhet ta harruam se dialogu mes Kosovës dhe Serbisë është në tavolinë dhe një administratë Trump kaq agresive saq është shfaqur edhe në rastet me ju përmendët Zelenskin, unë jo rastësisht përmenda mënyrën se si u drejtua Benjamin Netanyahu në shtëpinë e Bardhë në raport me Turqinë, ku i kërkoi në mënyrë më të butë, por i tha që të lutem ta kujdesta me Turqinë, tha, me Erdoganin, tha, duhet i zgjidhesh ta me qetësi të gjitha mosmarrveshjet, ndërkohë që këta në distancë po kërcënonin me luftë njëri tjetrin. Imagjino çfarë do të ndodhte me Kosovën, nuk po them me individin. Çfarë do të ndodhte nëse Albin Kurti do të ishte në karrigën e Zelenskit në shtëpinë e Bardhë? Dhe do t'i thoshte me koordinim apo pa koordinim, apo nuk e kupton ti se si sidhet Serbia, pra fillonte t'i bënte nga këto leksionet Donald Trumpit. Nuk e di se çfarë mund të ndodhte për Kosovën, që një vend kaq i vogël do ta fshinin dhe nga harta në shtëpinë e Bardhë, kam përshtypjen. Kështu që kjo mund të eklipsojë ambiciet e Albin Kurtit në këtë moment për qeverisur Kosovën. E dyta është Veriu ka qenë kali i betejës së Kurtit edhe për zgjedhjet. Në bashkë me zgjedhjet vendore në gjithë Kosovën do bëhen zgjedhjet vendore edhe në veriun e Kosovës, ku me gjasa, ku shumica e votuesve janë serb, aty sërish do të kthehen në institucionet e vendore të veriut të Kosovës. Edhe kryetarët serb do vendosin sërish atë flamurin e tyre, do ulnin flamurin shqiptar. Çfarë do bëj zoti Kurti? Do shkojë të bëj luftë për të rivendosur flamurin atje, për të hequr flamurin. Praktikisht do ta zhbonte kolateralin kryesor të këtij mandati apo jo? Atë. E dyta, Bashkimi Evropian nga ana tjetër ka fokusuar gjithë vëmendjen tek armatosja, dhe nuk është se ka shumë kohë për të marrë me negociatat mes Kosovës dhe Serbisë. Ky është siç ka herën e parë, ky është plani franko-gjerman, këtë duhet ta zbatosh. Siç do t'ja bëj edhe Vučići nga ana tjetër, por ti duhet çosh draft statutin, ja tha edhe ministri sekretari i jashtëm britanik që ishte në Kosovë, i tha që ti duhet të çosh draft statutin në gjykatën kushtetuese. Pra të gjitha këto nuk e vën në pozitë të mirë për atë çfarë ka ndërtuar si përfitimet e tij apo si politikën e tij gjatë këtyre 4 viteve. Kreditet më avantazhuese të këtij mandati. Kreditet që ai ka pasur, sepse nga ana ekonomike ai nuk ka bërë ndonjë gjë. Në investime nuk ka bërë ndonjë gjë për Kosovën. Në zhvillim ekonomik nuk ka pasur ndonjë gjë. Kosova është nën sanksionet Bashkimit Evropian. Nuk ka pasur asnjë zhvillim të qëndësishëm të Kosovës gjatë 4 viteve. Dhe gjithçka është përqendruar tek betejë në veri, për të vendosur shtetin, ligjin në të gjithë territorin. Dhe rezistenca me faktorin ndërkombëtar që pikërisht mund t'ia zhbojnë këtë dëshirë. Të gjitha këto mendoj që edhe zoti Kurti, kur thash, ky ishte një nga analizat që thash që ati ndoshta mund t'i interesoj, ndoshta mund ta ketë negociuar në atë darkën e famshme me Lumir Abdixhikun nëse gjërat shkojnë, dhe kështu është win-win, sepse e merë PDK-ja i shtrin dorën vetëvendosjes dhe të dy bashkë për të mirën e Kosovës, PDK-ja mban peshën e negociatave, pra Kurti ruan atë çfarë ka arritur deri tani dhe çdo gjë që nuk do jetë ashtu siç donte Kurti është përgjegjësi e PDK-s, por PDK-ja me atë marrëdhënie që ka edhe me administratën Trump, por edhe atë çfarë tha Beni pak më parë për Hagën dhe për liderët politik që i ka atje, pra mund ta merrte ajo këtë barë mbi supe,
Kurti mund të ishte një president që mund të vazhdonte të ishte në lojë, por mos kishte atë ngarkesën peshën e përgjegjësinë që mund ta ketë si kryeministër. Ambasador Çeku, duket se me një sinjal Zoja Mulaj më dha një lloj legitimiteti për pyetjen që bëra se mos ndoshta abdigjiku dhe refuzimi i tij janë vetëm alibia për skenarin e dytë. Shiko, në politikë kur nuk thuhet kur, edhe ne këte po diskutojmë që të gjitha palët, e thash edhe më parë, do të bëjnë një hap mbrapa për të kuptuar që interesi i Kosovës është më i madh se interesi i tyre, që do thotë duhet hapin krahun dhe të shikojnë mundësira se çfarë i bashkon dhe jo çfarë i ndan. Në fund të fundit edhe nëse një qeveri jo me shumë afat të gjatë, por një qeveri e përgjithshme që do të marrë në themi kompetenca për zgjedhjet lokale, edhe deri në zgjedhjen e presidentit, do të ishte interesante. Atje në terren ka hapësira sa dush. Nëse shkojmë në raport me numrat, të gjithë kanë mundësi me kriju një shumicë. Vullneti për të marrë përgjegjësitë, që tha Esmeralda, pastaj është një çështje tjetër. Kush do të marrë përgjegjësi dhe kush nuk do të marrë përgjegjësi, kush do të ruhet për të parë se çfarë do të ndodhë, është si ato që shmangin provimet e qershorit edhe i shtyn për vjesht. Nëse kemi nxënës të tillë që i shtyn për vjesht më shumë se 3 provime, atëherë sigurisht që nuk e merr klasën. Pra, nëse edhe parlamenti nuk bëhet deri në vjesht, edhe zgjedhjet lokale janë një problem vete, edhe ballafaqimi ndërkombëtar është një problem vete. Unë nuk e di sepse Kosova e ka luksin për të përfituar nëpërmjet Shqipërisë në një farë mënyrë. Ndërsa po mendoja që në 16 maj këtu do të ketë një forum shumë të madh, një aktivitet shumë të madh të Bashkimit Evropian, të krerëve dhe liderëve të Europës dhe më gjërë. A nuk do ishte më interesante që Kosova me qeverinë e re, me institucionet e saj të freskuara, të ishte prezente në këtë aktivitet? Jo vetëm të ishte prezente, por të lobonte aty ku ka nevojë dhe ku ka mundësi. Dhe në qoftë se vihet këtu afër edhe dëgjohet që Kosova ka bërë zgjedhje që në shkurt, por nuk ka bërë akoma një parlament, një qeveri, si ka mundësi se kjo bie pastaj në një kontrast shumë të madh me atë që vetë populli i Kosovës dhe disa politikanë të Kosovës kanë bërë gjatë kohës që ishin nën regjimin e Miloševićit. Pra atëherë nuk kishin mundësitë që kanë sot dhe kanë ndërtu parlament, kanë ndërtu institucione, qeveri paralele e gjitha me radhë dhe kanë mbajtur si thua shtetin e Kosovës në këmbë kur nuk e njifte askush. Sot që janë të gjitha mundësitë që ky shtet vihet në eficiencë, që ky shtet jetë ai për cilin, se shiko, qytetarët e Kosovës me këtë votë që kanë dhënë, që si kanë dhënë shumit asnjërit, i kanë dhënë me kuptuar që duan një qeveri koalicioni, nëse lexojmë votën kështu. Pra, ka primatin Albin Kurti, por Albin Kurti do të kuptojë që ka dhe përgjegjësinë për të bërë koalicion me dikë tjetër. Dhe ai duhet të tregohet i ndershëm nëse vërtet do të marrë përgjegjësi për të qeverisur, duke hapur letrat që tha Beni këtu. Duhet hapen letrat edhe duhet thotë që kjo është platforma ime qeverisëse dhe të cilën unë ftoj partitë tjera për t'u bashkuar, hapur fare. Nuk ka nevojë këtu për të shpikur rrotën. Zotë Çeku, në fakt, ajo duket ridikuloze, qesharake fakti që subjektet politike sot, edhe nëse flasim për rreshtin e opozitës në Kosovë, praktikisht kanë disa vjet ku që përjashto këtu postën e kryeministit që do të ishte legjitime për cilin do kamp politik, kur bëhet fjalë për bashkëpunime me forcat të dyta. Në një skakjer politike, këto janë opsionet e bashkëpunimit. Shiko, vijat e kuqes që po i diskutojmë shumë janë vija të turpshme në fakt. Janë vija të turpshme, thoni. Për arsye se po ti vini re, të gjitha këto vija janë vija që lidhen me personin dhe post. Pra nuk janë vija të kuqe parimore. As ideologjike dhe as me projektet. Që janë për taksën, që janë për investimet, që janë për shtetësinë, që janë për... Pra, çfarë janë të linjat kuqe? Unë hy në qeveri nëse kryeministër bëhet filani. Unë hy në qeveri nëse kryeministri bëhet filani. Më falni sekond. Shumicën e votave i ka fituar Albin Kurti. Nëse do të hysh një qeveri, do të pranosh që ta ndash me të bashkëqeverisin dhe ti thush që unë hy në këtë bashkëqeverisje me këtë program. Por nuk i kemi këto. Ne kemi linja të kuqe. Linja të kuqe që me thotë të drejtën janë edhe kështu si terma shumë komuniste dhe shumë sovjetik. Nuk ka linjat kuqe se ata kur hynë bëjnë dialog, nuk kanë i thyn ato linjat të kuqe të gjitha. Linjat të kuqe do ishin nëse ka një gjë lidhur me veriun, me trajtimin e veriut, linjat kuqe nëse bëhet fjalë për ndryshime kushtetuese. Jo, zotë Çeku, duket se kompromiset mes tyre ose këto negocime janë vetëm pazar numrash, çështje ministrish, çështje komunash, çështje kryeparlamentari,
Sa ministri do të marrin dhe cilën ministri targetojnë? Po, kështu duke bërë këto lloj linjash të kuqe, kanë krijuar një rrjet të kuqe sipër Kosovës që e identifikon si një shtet problematik, si një shtet që nuk po arrin do të realizojë një progres as në integrimin në Këshillin e Evropës, që e humbi me sukses të plot, as në UNESCO, as në Interpol, as në shtëpinë e bardhë, as me administratën e re amerikane, nuk ka as një linjë komunikimi deri tani, nuk kemi parë që qeveria e Kosovës të ketë linja komunikimi ose të ketë një marrëdhënie me administratën e re amerikane, ndërkohë që Serbia dhe vendet e tjera, përfshi dhe Bosnjën, kanë kompani që lobojnë edhe punojnë për të afruar Shtetet e Bashkuara me këto vende. Kosova sikur lobon për të larguar nga marrëdhënia me Shtetet e Bashkuara. Kjo është një bumerang shumë i madh. Kjo është një katastrofë dhe këtu harrohet një gjë që Kosova nuk është një shtet si ai Necmettin Spahiut që ka projektuar si një shtet kombë vete. Kombi kosovar në këtë. Është interesi ynë kombëtar dhe na dhem të gjithëve. Nëse flasim për Kosovën, flasim për shqiptarët në Maqedoninë e Veriut, flasim për shqiptarët në Luginën e Preshevës që për fat të keq, për shkak këtyre problemeve nuk po i përmendim, që janë në një situatë shumë të vështirë. Se s'po ju lë as kohë as vend politike. Që është edhe Maqedonia në fakt. Po, që gjërat janë skandaloze dhe atje. Këto kanë në dorë vetëm një gjë, të kryejnë disa detyra, të lexojnë votën atyre qytetarëve. Sella shumë vota nuk janë. Do shkojnë prapë në zgjedhje lokale, do i fërkojnë brirët prapë në zgjedhjet lokale, ta provojnë kush është më i forti, por të kesh luksin që ti zvarrisësh institucionet kur ti ke treguar që në luftë edhe në pushtim ke patur institucione, është një paradoks dhe tregon që këto politikanë mezi presin të korruptohen. Edhe kur nuk janë, zotë Andoni, linja të kuqe apo pazari kuq? Jo, pazar të kuq nuk ka term filozofin politike, po linja të kuqe. Nuk po fusim terma filozofie, në këtë rast ishte krejt pragmatiste dhe ishte për shenjë simbolike për atë që tha zotë Çeku. Këto i kemi prej filozofisë amerikane, në fakt, vjetë të kuqe dhe të tjera. Në këtë rast pazari e shil më mirë. Unë ju kam thënë dhe tjetër, Kosova është drejt rrugës për të qenë një Taiwan. E keni thënë disa herë për hir të vërtetës. Është ndihet. Ndihet dhe këtu kupton edhe investimin e njerëzve të Kosovës. Nëse pjesa e shtetformimit, nëse pjesa e krijimit të institucioneve, atë që thot Beni që ata i kishin kohën e luftës, është e vërtetë. Ata kuvendin e kanë mbledhur jashtë kuvendit dhe ka pasur legjitimitet moral të jashtëzakonshëm. Se ky është brenda parlamentit dhe s'ka legjitimitet moral. Në mendimin tim, njerëzit e Kosovës akoma nuk janë mësuar që janë të pavarur, që janë shtet, që duhet të shërbejnë krijimit të një etniteti shtetëror i cili duhet ushqyer, sepse etniteti shtetëror është njësoj si njeriu, ka nevojë të rritet, ka nevojë të ushqehet dhe institucionet janë organet të ndryshme të trupit. Po përdor një mënyrë metaforike, fakt i ka përdorur Goethe këto që ishte shumë i mençëm se ne. Dhe këte njerëz të Kosovës duhet të arrin të kuptojnë, po ju e dini nga ana tjetër që pushteti është afrodisiaku më i madh. Unë dajmë nga ju me diçka, do ishte fat për ne, nëse një zyrtar shqiptar të arrinte të ulesh atje ku është ulur Zelinski, po keni parasysh Zelinski ka armat, i mësoj Europës se qa është lufta, pa çfarë do t'ishte fat për hir të vëmendjes që do të merrte Kosova, apo për hir të fatit të mundshëm që mund t'ia përcaktonte Amerika? Ajo, patjetër, Amerika përcakton se është superfuqi dhe tani po na tregoj që shkoi edhe në imperializëm për fatin e keq tonë, por të ulesh atje do të thotë që përfaqëson një realitet, për shembull siç është Izraeli, siç është Turqia, siç është Ukraina. Se keni parë dhe zyrtarët europian të pakët që shkojnë atje rinë të strukur, sepse nuk përfaqësojnë diçka të madhe. Atje për shembull mund të përfaqësonte Schumann ose dikush personalitet të një etniteti. Në rastin e Kosovës, për mua është dhe atë që kërkojmë dhe atë që po flasim gjithë është që këto janë momentet që shëndoshin vendin, kjo lloj demokracie dhe momenti zgjidhjes së këtyre tregon pjekuri. Nga ana kushtetuese ata kanë treguar pjekuri për hir të vërtetës.
atë që bën në vitin 2013-2015, tregoi që kishin kapacitete kushtetuese. Tashmë është pjesa e moralit kushtetues. Do merren me këto artifica të vogla apo do bëjnë këtë? Ka një problem që në parlament, nëse do zvaritet, nuk ka strukturë që ta çojë për interpretim të gjykata kushtetuese. Mund ta çojë presidenti ndoshta. Kjo do të vinte nga presidenti. Presidentja kam përshtypjen se është e bllokuar në gjëra të tjera. Gjëra të tjera të agjendës së presidenciale, por në këtë rast që është prioritet. Është ke pjesa e atributeve saj, dhe ajo i duhet luaj, dhe ajo luan disa momente, luan politikisht, nuk e bën dot këtë pjesën e... Po, a është në aureolën e detyrimit të saj institucional, pas mungesës së konstituimit të Parlamentit të Kosovës, do të jetë e detyruar të adresojnë kushtetuesit? Nuk e kërkon presidenti, duhet ta kërkoj pjesa e parlamentit. Proceduralisht, në qoftë se ka një ngërç parlamentar, do duhet ta kërkojë institucioni presidencës. Çfarë doja, domethënë, ta kërkoj opozita. Duhet ta kërkoj opozita. Edhe opozita. Dhe çfarë doja të thoja? Në momentin kur i gjithë rajoni po shikon se si po rrokullisen gjërat në Bosnjë, po e theksoj këtë, po rrokullisen frikshëm gjërat në Bosnjë, duhet të mendosh që një vatër është shumë afër nesh, sidomos për Shqipërinë. Unë çuditem për institucionet tona që nuk bën mbledhje sigurisë kombëtare. Është e nevojshme. Alianca që u bë tani me Kroaci, Kosovë është nga gjërat më të mëdha që ka bërë shteti shqiptar. Alianca që ka shqetësuar fort edhe Rusinë dhe besoj se ju dëgjuat edhe në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit dje. Për hir të vërtetës, kjo është gjë që përdoret, po ka edhe një kundërpërgjigje nga Beogradi në këtë rast. Rusia është aq e fuqishme, aq po e bën çorp gjithë Europën, falë zotit Trump, sa për këto akoma nuk i ka ardhur koha të merret. Uroj që mos t'i vi koha të merret me ne. Jo, po i referohem gjithmonë për refrazimit që bëri përfaqësuesi i Rusisë në Këshillin e Sigurimit në OKB. Zoti Robelli, më thoni edhe një herë, kjo ndërgjegje për këto realitete të cilat ne sapo i përmendëm si shqetësim në panel dhe besoj se ju i dëgjuat me durim dhe vëmendje. A nuk ka një ndërgjegje kolektive të klasës politike në Kosovë që ka emergjencë, madje është imediate, që shtetëndërtimi në këtë rast përmes formimit të qeverisë së re është një gjë e cila do duhet ishte karta e primatit për çdo që e ka mandatin për të formuar qeverisin e re. Pse mungon kjo lloj ndërgjegje sot që flasim dhe duket që siç tha ambasador Çeku, gjithçka është reduktuar në këto kompromise se po hezitoj të quaj pazare për emra kryeministrash dhe presidentësh. Unë nuk e shoh aq dramatike. Zgjedhjet në Kosovë janë vajtur para 2 muajsh, domethënë situata dramatike ndoshta fillon pas konstituimit të parlamentit dhe nëse palët nuk përparojnë në negociata për krimin e qeverisë. Domethënë i kemi 8 javë, 2 muaj pasi janë mbajtur zgjedhjet, mbi 1 muaj ose 5 javë ka zgjatur numërimi, kishte ca probleme në proces, por në përgjithësi asnjë parti, domethënë i kanë shfrytzuar mjetet ligjore në kontestimin e disa rezultateve, por nuk kemi asnjë parti e cila del dhe thot nuk i pranojmë zgjedhjet. Domethënë kjo është një cilësi e madhe demokratike e Kosovës, e para. E dyta, siç u pajtuam edhe më herët, është çështje e ditësh tani kur mund të zhvillohen negociata të ndryshme mes partive të ndryshme, dhe nuk e kam fare problem nëse opozita është e vendosur dhe thot nuk duam të qeverisim me partinë e parë, e cila ka 2 fish më shumë deputet se që kanë 2 partit tjera, dhe le ta provojnë ta bëjnë qeverinë, nuk është ka probleme. Çështja është vetëm se sa do të zgjasë ajo qeveri, sa do të jetë stabile, dhe unë mendoj që nuk do të jetë stabile. Çështjet e tjera, domethënë sa i përket dialogut me Serbinë, nuk mund të thuhet në mënyrë paushale, Kosova duhet të realizoj ose të zbatoj gjithçka nga ajo marrëveshje pa lëvizur Serbia fare. Ka një çështje shumë të qartë në këtë punë. Pala kosovare kërkon që Serbia ta nënshkruajë marrëveshjen e cila bazohet në modelin gjermano-gjerman vitin 72. Domethënë një njohje jo eksplicite, jo e drejt për drejt nga Serbia. Zoti Vučić në takimin e Ohrit është larguar nga takimi me arsyetimin se ati i dhem dora dhe nuk mund ta nënshkruajë marrëveshjen. Domethënë është tallur hapur me gjithë procesin. Tani ne mund të themi, pala kosovare duhet të nënshtrohet
të zbatoj asociacionin e komunave serbe dhe të pres derisa një ditë të vi në Serbi një pushtetar i cili e nënshkruan marrëveshje. Po unë nuk besoj që nënshkruan Serbia marrëveshje dhe insistimi i palës kosovare që Serbia ta nënshkruaj marrëveshjen më duket i logjikshëm, duke e pasur parasysh rolin destruktiv të Serbisë në 30 vitet e fundit. Do thonë, unë nganjëherë kam përshtypjen sikur në mënyrë paushale, preventive, faji shihet vetëm në Prishtinë ose vetëm te një person. Dhe kjo nuk është thjesht nuk është e vërtetë. Jo, zoti Robelli, pyetja ime është konkrete në këtë rast. Stagnacioni që i vjen Kosovës për shkak të kësaj dore e cila përton të firmos, në njërin anë ishte Vučića i cili e bëri qesharak procesin e vërtet duke u tërhequr nga firma, po a ishte njësoj i përgjegjshëm në këtë rast me mungesë ndërgjegje kombëtare, por edhe përgjegjësie për lideri Albin Kurti, i cili nuk ju përgjigj në asnjë moment sfidës publike të partnerëve ndërkombëtar për të çuar dhe dorëzuar një draft që do të ishte familjar me interesat edhe me kushtetutën e Republikës Kosovës. Është vendimi i tij të mos e dërgojë në gjykatën kushtetuese pa e nënshkruar Serbia marrëveshjen. Jo, po flasim për një draft i cili do të ishte familjar dhe i përshtatshëm për Kosovën. Bashkimi Evropian në momentet caktuara dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës me përfaqësues ja bën këtë sfidë publike. I kërkua një draft të dorëzuar i cili do të ishte sipas konveniencave të momentit Kosovës. Pse nuk ndodhi asnjëherë artimi i këtij drafti? Askush nuk e ka parë propozimin evropian për asociacionin e komunave serbe. Sipas presidentës së Kosovës, e cila më gjas ka informacion dhe e cila më gjas e ka parë atë dokument, ajo po thotë që nuk është në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Jo, po ju pyes për një propozim që u kërkua Kurtit ta dorëzonte pala e Kosovës dhe jo propozimi i cili ardhi në ndërkombëtarët edhe një interferencë e dytë e Friedrich Ebert. Bashkimi Evropian kërkon të dorëzohet ai propozim që është bërë nga Bashkimi Evropian, jo të formuloj pala kosovare një statut të ri të asociacionit komunave serbe. Vetëm nëse mund ta pyes për ta sqaruar me zotin Robelli, a ka pranuar zoti Kurti një marrëveshje dhe tha që për mua marrëveshja është e gatshme, unë e pranoj, por ta firmosi dhe Serbia, ama unë kam pranuar një marrëveshje, pra ne kemi diskutuar shumë gjatë në këtë debat dhe unë kam qenë nga ato që kam thënë që zoti Kurti nuk ka për të zbatuar asnjë marrëveshje, nuk kam asnjë iluzion. Por u duk që zoti Kurti ka pranuar një marrëveshje të caktuar. Dhe jo, është shumë e vërtetë. Në orë e ka pranuar marrëveshjen, por dhe në atë marrëveshje, pjesa asaj marrëveshje është, siç është obligimi palës serbe për të njohur Kosovën indirekt, është edhe obligimi i Kosovës, nëse nuk gaboj pika numër 7 e marrëveshjes, që Kosova t'i zbatoj obligimet që i kanë shumë dakord. Shumë e qartë. Unë e kam vetëm problemin që pala kosovare të zbatoj një anshëm vetëm asociacionin dhe Serbia të qëndroj duar kryq dhe të mos i kërkohet në nënshkrimi i marrëveshjes. Unë mendoj që Serbia nuk do ta zbatojë atë marrëveshje. Pala kosovare do të futet me një proces ku e zbaton asociacionin e komunave serbe, ndërsa pala serbe nuk do të ndërmarr asgjë dhe thotë ne arritëm qëllimin dhe ne nuk e zbatojmë. Ju e keni parë tani, domethënë, patëm një njohje të pavarësisë Kosovës nga një shtet afrikan, nga Kenia. Dhe pala serbe e shkeli fund e krye marrëveshjen e Washingtonit, ku në prani të presidentit Trump janë marrë vesh që Serbia të mos e pengoj me fushat çnjohjesh Kosovën. Urdhro? Që të mos e pengoj dhe të mos interferoj me fushat çnjohjesh, po këtë e ka bërë në vimësi pavarësisht premtimit publik. Pikërisht, dhe këtu në shoh problemin dhe edhe kryediplomatja e Bashkimit Evropian Zonja Kallas tha gjatë këtyre ditëve që duhet të provohet një model tjetër sepse modeli i deri tanishëm nuk ka qenë shumë i suksesshëm. Se çfarë do të jetë ai model është herët, nuk e di mende se s'kemi as qeveri ende. Po unë mendoj që do të ishte në nderin e politikanëve të Kosovës që para se të flisnin për ndarje të posteve, të flitej për programin qeveritar, çka don të realizojë qeveria e Kosovës. 146 faqe i ka sot marrëveshja e koalicionit në Berlin që është nënshkruar. Te ne marrëveshjet për koalicion janë një letër A4 ku ndahen poste. Dhe ky është problem shumë i madh. Te ne nuk diskutohet për program, po diskutohet për poste. Unë mendoj që
pjesë e programit duhet jetë edhe puna e dialogut. Dhe nuk është kurva problemi, nëse partitë që marrin pushtetin Kosovës nuk duam dialog me Serbinë në këto kushte, duam ta ndërpresim. Në rregull, ndërpreni, nuk është kurva problemi, por thjesht unë dua përgjigje në këtë çështje. Dhe këtu është problemi sepse këta secili don t'ia lë tjetrit patatën e nxehtë. Është nënshkruar marrëveshja në 2013, janë marrë disa obligime, pastaj në futur në diskutime të tjera, korrigjim kufesh e ku dion, dhe kjo pastaj, domethënë, e ka nxjerrë edhe palën kosovare si jo serioze. Nuk mund të futesh në obligime ndërkombëtare dhe pastaj t'ia lësh patatën e nxehtë gjithmonë palës tjetër. Domethënë, nuk e realizoj unë derisa jam në pushtet, por kur të vinë tjetri le të merret me këtë punë dhe kjo nuk është serioze në politikë. Dhe ky precedent jo serioziteti është vendosur me gjasë nga 2013 të paktën formalisht. Ne kemi pak sekonda publicitet dhe rikthehemi me pjesën e tretë dhe të fundit të debatit për ta vijuar bashkë. I rikthehemi transmetimit të drejt për drejt, duat më riktheni në komunikim zoti Robelli, meqense do duat marrë një ide për atë çfarë po ndodh në Serbi me qeverinë e përkohshme. Zoti Robelli, një mjek endokrinolog është zgjedhja e Vučić, me sa duket për të drejtuar të paktën teknikisht qeverinë e përkohshme dhe një zbutje të imazhit. Por në eficiencë, a i shërben kjo qeverisë dhe Vučić për të rehabilituar atë çfarë i duhet deri në zgjedhjet e reja?
Presidenti Vučić do të mund ta bënte kryeministër edhe ju i theni Babagjushi vitit ri, ne i themi Babadimër në Kosovë. Do më thënë, nuk është fare rëndësishme kush është kryeministër derisa president është Aleksandar Vučići, i cili në mënyrë antikushtetuese e ka koncentruar gjithë pushtetin në duart e tij. Është një përvjekje e dëshpëruar e presidentit Vučić për të, si thua, për të zbutur zemrimin e masave, studentëve, të popullit, pjesëve tjera të shoqërisë, por unë nuk besoj që do të ketë sukses. Bëhet fjalë për një mjek pa asnjë përvojë politike, i dëshmuar si përkrahas i regjimit, domethënë nuk është figure pavare, nuk vjen, si thua, nga shoqëria civile, ai vjen nga bota akademike, por vjen, si thua, i pozicionuar shumë qartë në favor të presidentit Vučić. Ka marrë një dekorat për i ti, është zbuluar se i ka vizituar disa studentë të rrajshëm, të cilët organizuan një kamp me urdhër të presidentit Vučić para presidencës serbe, kinse si kundër miting ndaj studentëve me kërkesën që ne duam të mësojmë dhe duam të kthehemi në universitete. Ishin shumica prej tyre njerëz nga strukturat e ndryshme të krimit organizuar që i kishte mobilizuar regjimi për të provokuar dhunë. Unë nuk besoj që kjo do ta qetësoj situatën në Serbi, është çështje kohe derisa të konsolidohet kjo lëvizje politike në Serbi, e cila nuk ka ende lider. Thonë, është një lëvizje unike, do të thosha, në Ballkan, sepse nuk ka një lider, por do të jetë çështje kohe derisa të kristalizohet një lëvizje politike e cila do të mund të merrte pjesë në zgjedhje. Natyrisht, presidenti Vučić, i cili ka një përvojë të jashtëzakonshme në politikë, dhe kur them të jashtëzakonshme, e them në kuptimin kryesisht negativ, ai ka filluar karrierën e tij politike si huligan i futbollit dhe përkrahas i kriminalëve të luftës. Pastaj është një politikan i larë me gjitha ujërat e zeza të Ballkanit, kështu që ai do të provojë mënyra të ndryshme për të qëndruar në pushtet, por mendoj që kësaj radhe ai e ka nënçmuar zemrimin e madh popullor. Dhe këtë shumë njerëz e shpjegojnë me ndjenjen e pasigurisë që dominon në Serbi. Dhe ndjenja e pasigurisë fillon kur ju në një stacion në rrugë presni autobusin dhe nuk e dini nëse pullazi, kulmi, ati vendi ku ju presni, do t'ju bie mbi kokë. Siç ka ndodhur në stacionin e trenit Novi Sad, ku ndërkohë 16 njerëz të pafajshëm kanë vdekur, dhe për plot raste të tjera të krimit organizuar, të korrupsionit, të papërgjegjësisë, dhe duket që Serbia nën regjimin e Vučićit në një periudhë 10 vjeçare duket se për shumë serbë është mjaft. Pra Vučić tashmë do detyrohet luaj me limitet. Zoja Mulej, Duro Matsut, por a është zgjidhje për krizën aktuale në Serbi të këtyre përmasave një njeri me profil jo politik? Unë kam pasur gjithmonë dyshimet e mia për protestat në Serbi, kush qëndron pas tyre, sepse e para protestat kur bëhen ashtu masive kanë gjithmonë një qëllim në fund. Ne nuk e kemi mësuar akoma se kush është qëllimi i atyre protestave. Ata gjatë gjithë kohës kërkonin përgjegjësi për vrasjen atyre njerëzve, po kush është përgjegjës? Pra kë bëjnë ata përgjegjës? Mbi ka rëndon akuza atyre. Rëndon akuza. Kush i mban ata përgjegjës? Sistemi i drejtësisë që kontrollon Vučić, qeveria që kontrollon Vučić, policia që kontrollon Vučić, kush? Ata nuk kanë artikuluar kur një kërkesë për zgjidhje politike. Ata nuk kanë pasur kur një kërkesë për qeveri teknike. Ka ardhur vetëm nga radhët e opozitës. Ata nuk kishin asnjëherë një kërkesë që Vučić duhet të largohet se është përgjegjës. Pra të gjitha këto mua më kanë bërë gjithmonë skeptike dhe të dyshoj
se mbrapa atyre protestave qëndron Rusia. Ishte një mjet presioni që i bëhej Vučićit, që i bëhej Perëndimit, duke e treguar Perëndimit i bëhej Shteteve të Bashkuara, ndërkohë që presioni mbi Rusin po rritej gjatë për luftën, pra ishte komplet një shpërthim i kontrolluar. Vučić, që duket se nuk e ka rrezikuar dhe është tronditur Vučić në këtë rast. Terrorizmi i qeverisë mund të sjellë rekuperimin e qeverisjes. Jo, ndryshoi qeverinë, solli një kukull që mund ta ketë edhe më të lehtë tani për ta menaxhuar, për të manovruar, por në fund të ditës është Vučić që i drejton të gjitha. Hoqi edhe një kryeministër i cili potencialisht mund të rrezikonte edhe vendin e tij. Pra thjesht kam përshtypjen një shërbeu Vučićit për të pastruar sërish qeverinë, për të hequr disa njerëz që filluan edhe nuk po i bindeshin, ose po i luanin dhe mbrapa krave. Do presim, unë jam shumë kurioze të shoh se cilët do të jenë anëtarët e tjerë të kabinetit qeveritar, çfarë roli do të ketë Aleksandar Vulin për shembull në qeverinë e re. Kjo edhe për shkak të tentakulës së diskutueshme ruse, besoj. Amerikës dhe njeriu i rusëve brenda qeverisë. Pra të gjitha këto mua më kanë lënë gjithmonë me një hije dyshimi. Opozita atje nuk ka as forcë, as mundësi të shkojë në zgjedhje tani, ndërkohë qeveri teknike nuk ka për të pasur. Vučić luajti më herët ka luajtur me zgjedhjet parakoshme dhe ka fituar kohë për të menaxhuar gjithë situatat. Tani luajti me një protest, bëri manovrat e tij dhe tashmë çdo gjë po kthehet në normalitet. Sot Vučić ishte në Francë, u takua me Macron, para 2 javësh ishte në Bashkimin Evropian, u takua me Ursula Darkoj madje, jo u takua me Ursula von der Leyen dhe Antonio Costën. Në maj thot do shkoj të takoj Donald Trump, me gjasa para 9 majit, kur do shkoj edhe në Moskë në paradën e Putinit. Pra të gjitha këto tregojnë që Vučić nuk është se kishte ndonjë problem me pushtetin e tij. E për mua ishte ndoshta thjesht dëshira që ne s'kemi protesta të tilla në Shqipëri dhe na bëri të përjetojmë më ekzaltoshëm, do të kishim adrenalin nga protesta serbe që u thonë se ka një prapasken ruse. Zotja Andoni, për ju janë grahmat e fundit të Vučić apo është përkundrazi shansi për rehabilitim dhe rikuperim pas kësaj zgjedhje teknike që bëri? Jo nuk besoj. Për Serbinë ky është rasti 4 ose i 5 që marrin nga jeta civile. Po do t'ju them një kuriozitet. Kryeministri që ka qenë doktor, po jo me pozicionin e gjurës, Macut, Blagoje Neshković, ka qenë 45-48, ka qenë njëri që ka pasur shumë lidhje edhe me Shqipërinë, se ka qenë kohë që na kanë bërë gjëmën neve. Po serbët i kanë bërë këto eksperimente. Problemi është ai që thotë zoti Robelli, që duke zgjedhur individ të tillë me renome ndërkombëtare, ai normalisht do të tregoj potencialisht që është i barazlarguar në vend, po ai ka pushtetin. E veçanta e Gjuro Macut është kjo që ai nuk ka pasur lidhje me shtetin, por në vitin e fundit ai është pjesë e lëvizjes madhe tashme që ka iniciuar Vučić, dhe është nga pjesëtarët më politik tash. E ky është problemi shumë i madh. Unë nuk besoj që mund të bëjë ndonjë qeveri kush e di se çfarë, por ka një tezë interesante në Beograd që po mendohet që zoti Vučić, duke besuar në këtë ekzekutiv të ri, të vi vetë në pozicionin e kryeministrit në vitin 2027, sepse ai ka kohë që thotë që ky është mandati im i fundit. Ndaj diçka me Esmeraldën, unë kam mik një nga njerëzit që është në protest, ka bërë burg këto ditë, s'do ta përmend emrin. Po themi një nga protestuesit në Beograd, apo është një prej organizatorëve? Jeton Perëndim dhe kështu është personalitet i lidhur shumë me artin. Dhe gjë që më ka çuditur është pjesa si këta janë organizuar. Ai ka vite që bashkë me njerëz të tjerë kërkojnë një lloj pushteti. Dhe unë besoj që kjo e tanishme që po ndodh në Serbi është bashkuar një lëvizje demokratike me lëvizjen anarkiste. Serbia ka qenë vazhdimisht
pjesë e gjërave anarkiste, atje prej anarkive, atje janë vrarë pushtetarë, atje ka pasur lëvizje të tilla gjithmonë, të cilat për shkak të problemeve të brendshme kanë krijuar. Përjashtoj pjesën ruse, po jo që e heq përfundimisht, sepse rusët kanë treguar që i fusin Turin kudo. Din dhe mund të jenë kudo praktikisht. Dhe njerëz të FSB-s janë në Beograd, janë të pranishëm, për arsyen e vetme që kjo lëvizje është shumë klandestine në thelb, dhe kjo lëvizje kërkon një lloj ndryshimi të vazhdueshëm, një lloj lodhje që ka i gjithë publiku i sotëm dhe që është dhe në Tiranë me pushtetarët. Ne po e ndjejmë, ne nuk kemi më besim. As ke zoti Rama, as ke zoti Berisha, as ke partitë e reja. Dhe kjo besoni se ka ndodhur ndërkohë edhe me elektoratin e lodhur serb. Kjo është arsyeja që ata nuk i qasin njerëz opozitës. Pse? Sepse në zgjedhjet e fundit, njerëzit e opozitës tradhtuan publikun serb. Ata premtuan që do fusnin artist, mësues, pedagog, njerëz akademik. Në fakt nuk ndodhi kështu. Dhe prandaj njerëzit tash, dhe sidomos studentët, që kishin bërë eksperimente më përpara dhe në Universitetin e Novi Sadit, po jo eksperimente të mira për hir të vërtetës. Kishin bllokuar shkollën kundër profesorëve të tyre, dhe problemi ishte atje që si mundet student që nuk vinë fare në mësim një moment të thotë të bllokojë universitetin. Dhe kjo pjesë anarkiste, unë besoj që nuk ka jetë në Tiranë, sepse neve, qoftë zhvillimin demokratik, qoftë lëvizje të tilla, ne kemi akoma në gjenezë. Vetëvendosja u mundua të bënte diçka, po e përfshiu më shumë element nacionalist. Kurse ke këta elementet nacionalist kanë dalë me pikatore, pa te ku kanë dalë janë të dhimbshme për ne. Do me thënë, është elementi Kosovës, janë element të tjerë, Vučić quhet tradhtar, sepse Vučić ta marrin mes nesh, Vučić e ka njohur de facto Kosovën. Dhe ndaj mban etiketën e tradhtarit dhe përpiqet me ngulm dhe populizëm ta luftojë. Për ne është shqetësuese shumë karakteri i kësaj, dhe unë mendoja që duhet të kushtonim me çik kujdes më të madh. Zoti Çeku, në idenë tuaj, a mund të rezistoj Vučić të jetë sërish favoriti për zgjedhjet e ardhshme në Serbi? Shiko, të gjitha mundësit i ka, u tha këtu që i ka të gjitha investimet i ka bërë për të qenë përsëri një faktor, në një farë mënyre me ndryshimet në shtëpinë e bardhë era fryn prap në favor të tij, sepse përveç se ka dërguar disa kompani lobimi në Shtetet e Bashkuara, po kërkon të rilidhet edhe një herë me administratën Trump, me njerëzit e administratës, është një djalë i dëgjueshëm, siç e keni parë ju, nuk është një arrogant ose një person që sillet si forë, si themi ne, po duket si një qytetar europian, por që në fakt nga mbrapa veprimet e tij kanë qenë problematike. Ka ruajtur statu quo-n e një marrëdhënie të mirë me Rusinë, me mos vënien e sanksioneve dhe ka duruar themi kamzhikun e BE-s, dhe tani kjo i kthehet si një pikë në favor. Ka një urlidhse shumë të fortë, Aleksandr Vulin që u përmend, por më tepër se kaq, më erdhi mirë që Esmeralda pak a shumë më rikonfirmoi një gjë që e kisha thënë diku tjetër, që pas protestave në Serbi, unë shoh dorën e shërbimeve ruse, të cilët kërkojnë të kontrollojnë edhe Vučićin, i cili her pas here jep shenja ose tendenca të shkëputjes. Edhe në raport me marrëdhënien me Kosovën, sepse ka Rusia edhe faktorë të tjerë, as nuk duhet të dëgjojnë për dialog me Kosovën, jo më të ketë njohje, të ketë marrëveshje dhe zbatim të marrëveshjeve. Dhe në anën tjetër edhe Bashkimi Evropian që i bën presion në emër të integrimit. Pra, ato protesta janë ende të paqarta, po paralel me to do thoja që vetë Vučić ka themeluar një strukturë të re politike që quhen Lëvizja për popullin dhe për shtetin. Dhe në të gjitha takimet publike që bën dhe politike, u thotë edhe antarëve të partisë së vet, dhe kjo është një risi që unë nuk e kuptoj akoma, që bashkojnë në lëvizjes për popullin dhe për shtetin. Së është një pararendje për një subjekt tjetër? Dhe unë po dyshoj që ai po tenton të ndrojë lëkurën e gjarprit. Në një farë mënyrë
po kërkon të rivitalizojë një strukturë të re politike duke parë një opozit të që organizuar, duke kuptuar që partia me cilin ose Kali, të cilin i ka hyrë prej kaq vitesh në pushtet dhe e ka lodhur, ka nevojë për ta ndruar dhe ka filluar këtë lëvizje nga poshtë në emër të popullit dhe të shtetit. Edhe ajo marrëdhënie e tij me studentët, me protestën dhe ajo që tha Esmeralda që nuk ju kërkua drejt për drejt dorëheqje etj, lë të kuptoj që pse jo, mund të jenë mbjellur filizat e një lëvizjeve të reja politike në Serbi dhe duhet parë edhe në këtë drejtim. Por personalisht mendoj që Vučić e kaloi lumin edhe këtë herë, sepse rrethanat erdhën të tilla që me fitoren e presidentit Trump, me administratën e re, edhe ambasadori i ri amerikan që është emëruar në Beograd është një ish emigrant serb, një antikomunist, por që Vučić mund ta përdor shumë mirë si një drejtues i një partie të krahut të djathtë, mund ta përdor edhe këtë si një beneficion, si aset politik, për të thënë që sinjalet që na vijnë nga Shtetet e Bashkuara janë këto. Pra, të gjitha këto mendoj se e shtojnë akoma më shumë atë A i përdojnë të djalin e presidentit, i shkoj në Beograd dhe bëri dhe një podcast. Jo vetëm aq. Mori në intervistë. Jo vetëm aq, por ishte shumë e dhimbshme ajo deklarata që bëri Trumpi i lidhur me Kosovën, edhe kjo u anashkalua ose u minimizua, u la si një deklaratë sporadike, por nëse ata që janë të interesuar futen edhe kontrollojnë dhe shohin se kush është Donald Trump Jr. Në fakt ishte rrezikshme ajo që pretendonte Trump Jr. Do të kuptojnë që nuk është thjesht një antar i familjes Trump, por është një politikan i sprovuar, është një këshilltar i presidentit Trump që nga 2016, është një person që është në kundërrjedhë dhe në fakt ka një reputacion shumë të fortë në brenda republikanëve, pra dhe deri aty sa ai konsideroi edhe si një kandidaturë mundshme për këto zgjedhje. Pra do të që po më thoni që nuk është një pjesëtar familje periferik që nuk konsiderohet politikisht. Jo, dhe më vjen shumë keq që shpeshherë ndoshta vijem në pozita in extremis për të bërë këto apele dhe këto mesazhe të politikanëve që kanë për detyrë për të dëgjuar mirë këto. Ne duhet të dëgjojmë dhe të potencojmë edhe ato qëndrime që nuk janë në favorin ton, por edhe ato që janë në favorin ton që ne i shoqërosim pastaj me këto festat edhe këto parti që i bëjmë mrapa. Ne duhet që të kuptojmë pse u tha kjo deklaratë, pse u tha nga ky personalitet dhe të mos e minimizojmë, se ashtu do të dalë edhe një deklaratë tjetër dhe një tjetër dhe pastaj quhet fenomen e njohshëm. Dhe ajo që tha Beni, lidhur me paralelizmin që i bëhet Tajvanit dhe Kosovës, është fundi i historisë. Domethënë, Tajvani ka qenë gjithmonë ose paralelja me Tajvanin, statusi i Tajvanit ka qenë edhe në negociatat që është bërë, është afruar nga shumë vende si një zgjidhje për Kosovën, por kjo është e dhimbshme sepse nuk ka ngjashmëri dhe ne duhet i hikim. Më vjen keq Beni e përmend nga brengosja për situatën që shef. Më falë, është pjesë logjikës geostrategjisë që po shkon. Me që përmendë zotin Trump Jr., po të them se po vazhdon pjesën, do të shkojmë në premisa logjik. Premisa logjike është kur e tha për herë të parë zoti Hill, që është arkitekti i goditjeve të Serbisë, u tha dhe u mor nga zyrtarët shqiptarë sikur ishte diçka personale. Dhe inaçore. Jo inaçore, jo. Ai është treguar në Beograd ka pas qëndrime shumë mirë. U interpretua si e tillë, thotë ambasadori. Në Beograd, Hillin e kanë sulmuar vazhdimisht me gjithë se ai ka mbajtur qëndrime shumë miqësore me serbët. Ndërkohë që e dyta ishte ajo që tha Trump Jr., që unë bashkohem me ju, që nuk është personalitet aq periferik siç mendojnë. E kam thënë edhe diçka tjetër këtu. Kur të thuhet për herë të tretë, uroj që të thuhet sa më larg, ajo pjesa e Tajvanit ka përqenë e vërtet. Dhe kur i përmenda dhe i thash Esmeraldës pak më parë, kur amerikanët hoqin flotën e 7 nga atje, sepse Tajvani ishte pjesë e kreditit jo thjesht amerikan për Tajvanin, po ishte për detin e Kinës Jugore, ku lëviz 23% e ekonomisë paqësorit.
llogaritë se ç'mund bëhet për Kosovën, për interesat që kanë ata. Dhe prandaj këtu bashkohem me ju. Duhet kemi tashmë njerëz që edhe gjëra më sporadike ti konsiderojnë. Ti konsiderojnë. Dhe Blagojević që po vjen në Beograd, të vetmin fat që kemi me atë është që niveli diplomatik është shumë larg nivelit të zotit tillë, por është i frikshëm me pjesën mercenare që ka. Që gjithsesi mbetet potencial rrezikshmërie. Po flasim për zërin e arsyes, shfrytëzoj rastin ta përshëndes zotin Robelli, komentet edhe analizat e cilit ka vite që i lexoj me vëmendje dhe në fakt është një zë i arsyes dhe ka paralajmëruar gjithmonë problematika me cilat do të ndeshet Kosova. Unë habitem si ka mundësi që ata që kanë përgjegjësi, Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës, prej kaq kohësh, ka një paraqitje të Ministrisë Jashtme dhe të ambasadave të Kosovës një gjendje të mirëushme. Përveç sjelljes së çastit, cili është plusi që mund t'i vëmë ne qeverisë së Kosovës për 4 vitet e tanishme në njohje, gjithë debati diplomatik tani është a ishte një njohje e vërtet apo si ishte kjo njohja që solli Begjet Pacolli? Nga Kenia e Afrikës. Në fakt Begjet Pacolli është për të përshëndetur sepse është një person i cili me paratë e veta, me shpenzimet e veta bën diçka për Kosovën. Solli një njohje që i mungonte për 4 vitet e fundit minimalisht Kosovës. Një njohje që u përshëndet dje në Këshillin e Sigurimit nga ambasadori britanik. Madje bëri thirrje edhe vende të tjera që se ka njohur ta bëjë një gjë të tillë, ndryshe nga profesorët amerikanë që ishte shqetësuar vetëm për paratë që harxhoheshin kot nga misioni Umnikut në Kosovë. Jo, zoti Pacolli minimalisht duhet i ftuar në Ministrinë e Punëve të Jashtme, i duhet dhënë kredibilitet se kjo është. Kishte dhënë një status të përhershëm, more. Kjo është mos mirënjohja që ne tregojmë ndaj njerëzve tanë, ndaj diasporës, edhe pranaj kur shkojmë atje, mbetemi në korridorët e kafeneve të departamentit shtetit. Na mungon edhe shprehja e mirënjohjes shtetërore, ne kemi mbërritur në limitet e kohës televizive. Unë ju falenderoj për kontributin në debatin e kësaj mbrëmje. Zoti Robelli, faleminderit që ishit pjesë e debatit edhe sonte. Faleminderit juve. Të nderuar shikues, në fund ju falenderoj edhe ju si çdo mbrëmje tjetër për vëmendjen e treguar. Ndahemi bashkëtu dhe ritakohemi sërish nesër në orën 20:30. Deri atëherë nga unë Alba Lishani, natën e mirë. Ky program